Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Tasin. Këto janë ajetet e Kuranit dhe librit të qartë. Allahu i madhruar i njofton robërit e tij për madhështinë e këtij Kurani, duke ju referuar me përemër dëftor që përdoret për larg, një stil ky që në gjuhën arabe shërben për të treguar madhështinë dhe rëndësinë e diçkaje. Ai tha, Tasin. Këto janë ajetet e Kuranit, librit të qartë. Ato janë shenjat më të larta dhe më të qarta që të udhëzojnë drejt synimeve më të larta dhe qëllimeve më të rëndësishme dhe të pastra. Ky Kurani na udhëzon drejt punëve më të mira dhe që të stolisemi me moralet më të pastra dhe të bukura. Ajetet e këtij libri tregojnë dhe përshkruajnë qartësisht imanin e pastër dhe korrekt që Zoti e do prej nesh dhe që të mundson që të arrish gradën e yakinit, pra, të sigurisë dhe të bindjes së plotë. Në këtë libër gjejmë lajmet dhe historitë e popujve të shkuar dhe të atyre që do të vinë, korrektësisht siç ka ndodhur dhe do të ndodhin në realitet. Ajetet e këtij libri na ftojnë dhe na mundsojnë që të njohim Zotin e madhëruar me të gjithë emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta dhe veprat e tij të plota me çdo drejtim. Ato na prezantojnë profetët dhe evliat e Zotit me një përshkrim aq të qartë, sa duket sikur i shohim me syta. Megjithatë, shumë njerëz dhe gjinde nuk përfitojnë udhëzimin e plot dhe nuk mund të gjejnë të shohin rrugën e drejtë. Të gjithë natyrorët, arrogat e mendjemdhej nuk mund të përfitojnë udhëzimin e plot nga ky libër, sepse Allahu i madhruar e ka ruajtur dhe lartësuar atë nga ata që nuk kanë hajër, nuk e meritojnë të udhëzohen dhe zemrat e të cilëve nuk janë pastruar për t'u ardhur udhëzimi dhe drita e tij. Ata që udhëzohen dhe ndriçohen janë vetëm ata që Allahu i dallon dhe veçon për t'i stolisur me iman. Nëpërmjet Kuranit ndriçohen zemrat dhe pastrohen shpirtrat. Duke na treguar ndikimin e mrekullueshëm të Kuranit në zemrat e këtyre fatumëve, ai thotë: Udhërfyes dhe si arriques për besimtarët. Janë udhërfyes dhe lajmi i mirë për besimtarët, i udhëzon dhe forcon ata që të ndjekin rrugën e drejtë. Kjo shpallje u tregon, mëson dhe qartëson atyre rrugën ku duhet të ecin dhe ato nga e cila duhet të ruhen dhe të largohen. Kurani i përgëzon ata për shpërblimin e madh të Zotit dhe i mëson se ky shpërblim do t'u jepet në bazë të udhëzimit dhe nështrimit ndaj këtij libri dhe të jetuarit sipas tij. Nëse dikush pyet, ata që pretendojnë se kanë iman janë shumë. A pranohet ky pretendim nga çdo kush? A ka ndonjë mënyrë për t'i vërtetuar pretendimet e tilla të rëndësishme? Këto janë pyetje me vend dhe shumë të rëndësishme për të cilat të gjithë duhet të mendojnë. Prandaj Allahu i lartësuar i përshkruan besimtarët e vërtet duke thënë: të cilët kryejnë namazin dhe ndajnë zakatin dhe të cilët besojnë binjëm në jetën tjetër. Për ata që e falin rregullisht namazin, falin namazet e detyrueshme, të pëlqyeshme e vullnetare. Ata i përkryen veprat dhe fjalët e namazit, si ato të jashtmet, ashtu edhe ato të brendshmet. Ata përpiqen vazhdimisht që të plotësojnë shtyllat e namazit, kushtet e saktësisë së tij, veprimet e domosdoshme madje edhe ato të pëlqyeshme gjatë namazit. Ata kujdesen edhe për punët e brendshme të fshehta të namazit, për atë që quhet el-hushu, frika dhe ndjenja mbikëqyrjes së Zotit. Pikërisht ky është shpirti dhe thelbi i namazit. Ndjenja e afërsisë dhe pranisë së Zotit është thelbi dhe synimi i namazit. Kjo kërkon, ndër të tjera, që adhuruesit të meditojnë me qartësi dhe kujdes në atë që thotë dhe bën gjatë namazit dhe japin zakatin, ata japin nga pasuria dhe mirësitë që u ka dhënë Zoti. Ata bëjnë si shpenzimet e detyrueshme, ashtu edhe ato të pëlqyeshme dhe janë të bindur për botën tjetër. Imani arrin deri në atë pikë sa zemrat e tyre mbushën me yakin, me siguri të plot dhe pasni dyshim në të. El-yakin është rezultati i diturisë së plot që Zoti vendos në zemrën e robit. Ai të nënshtron për të punuar sipas imanit të pastër. Siguria e tyre e plot për ahiretin i bën që të përpiqen shumë për të dalë faqe bardhë dhe për të fituar atje. Për këtë arsye, ata janë të kujdesshëm dhe të ruhen nga çdo fjalë, unë vepër që shkakton dëshkimin. Kjo siguri në zemër për ditën e llogarisë para Zotit është themeli i çdo mirësie, prandaj duhet shumë punë për të arritur dhe ruajtur në zemër. Nëse ajo cënohet dhe largohet, fatkeqësia është shumë e madhe. I lartësuari thotë: me të vërtetë, ata që nuk kanë besuar në jetën tjetër, na vua kemi zbukuruar veprat e tyre të prirura kohë e keqja, andaj, ata janë të hutuar. Sa për ata që nuk besojnë botën tjetër, ne vua kemi hijeshuar veprat. E keqia në sytë e tyre, këta janë ata që e mohojnë ringjalljen dhe jetën e përjetshme dhe e konsiderojnë gënjeshtar çdo njeri që e pranon dhe e beson atë. Për këta, Allahu i madhruar thotë dhe ata janë të hutuar. Këta janë të çoroditur, të hallakatur e të pasigurt. Ata japin përparësi dhe parapëlqejnë zemërimin e Zotit kundrejt kënaqësisë së tij. Në sytë e tyre janë transformuar dhe përmbysur realiteti dhe vërtetësia e gjërave. Ata të vërtetën e shohin të gënjeshtërt dhe kocsinë e shohin si mirësi dhe drejtësi. Këta janë ata që i pret dënimi i rënd dhe të cilët në jetën tjetër do të jenë në humbje më të madhe.
Këta janë ata që do të dënohen me dënimin e rënd. Ai është dënimi më i madh, më poshërues dhe më i dëmshëm dhe do të jenë me të humburit në botën tjetër. Shiko se si përshkruhet dështimi i tyre, sepse ata humbin veten dhe familjen e tyre ditën e Kiametit. Ata nuk kanë imanin, në të cilën ftuan profetët, që është kushti i domosdoshëm për çdo mirësi dhe shpëtimi nga çdo ligësi e fatkeqësi. Dhe tyru Muhameti. Me të vërtetë, po të shpallet Kurani nga i gjithdijshmi dhe i plotëdijshmi. Nuk ka dyshim se ti. O Muhammed po e merr Kuranin nga ai që është i urtë dhe i gjithditur. Këtë Kurani që po të zbret dhe po të shpallet, dije se po e merr nga ai që është El Hakim, i urtë, që i vendos gjërat në vendin e vet dhe u jep hakun që i takë. Ai është gjithashtu El Alim, i gjithditur, që i di të gjitha gjërat, madje edhe fshehësit më të mëdha të tyre. E fshehta dhe e dukshmja janë një lloj për të. Atëherë, duke qenë se ky libër po të jepet nga ai që është i urtë dhe i gjithditur, kuptohet se ai është tërësisht urtësi dhe udhëzues për të arritur çdo mirësi për njerëzit, sepse Allahu e di më mirë se cilat janë mirësi për njerëzit dhe nevojat e tyre. Kujtoj kur Musa i tha familjes së tij, unë kam parë një zjarr, do t'ju sjell juve ndonjë lajm prej atje ose do t'ju sjell një ngjarje për t'u nxjerrë. Kujto kur Musa i tha familjes së vet, kujto këtë pjesë të bukur dhe madhështore të historisë së Musait, të birit të Imranit. Në këtë pjesë të historisë flitet për fillesat e shpaljes dhe për faktin se Zoti e përzgjodhi dhe dalloi Musain mbi të tjerët, duke i shpallur dhe duke i folur drejt për drejt. Musai qëndroi në Medjen për disa vite dhe më pas u nis së bashku me familjen e vet për t'u kthyer në Egjipt. Gjatë këtij udhëtimi, ai humbi rrugën në një natë të errët dhe të ftohtë. Në këtë gjendje, ai i thot familjes së tij: "Unë po shoh një zjarr, prandaj shpresoj t'ju sjell nga ai ndonjë lajm ose t'ju sjell një dru të ndezur, që të ngroheni." Unë pash një zjarr përse largu dhe shpresoj t'ju sjell nga ai ndonjë lajm ose t'ju sjell një dru të ndezur që të ngroheni. Pra, shpresoj që atje të gjej ndonjë udhërfyes, që të gjejmë rrugën dhe të marr ndonjë dru të ndezur, që edhe ne të ngrohemi. Kjo tregon se ai nuk po e gjente dot rrugën dhe gjithashtu po ndjente ftohtë, e po ashtu edhe familja e tij. E kur Musa erdhi te zjarri, u thirr: "Është i bekuar ai që është afër zjarrit dhe kush është rreth tij, dhe qoftë lavdëruar Perëndia, Zoti i gjithësisë." Kur arriti te zjarri, u dëgjua një zë, atë thiri Allahu i lartësuar, që e njoftoi se ai ishte një vend i pastër, i shenjtë dhe i bekuar. Do të mjaftonte si bekim fakti që Allahu i lartësuar e zgjodhi për t'i folur Musait A.S. dhe për ta bërë atë profet. I bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. I lavdëruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. I delir dhe i pastër është Zoti nga çdo mendim i keq ose mangësi në përshkrimin dhe veprat e tij. Musa: "Me të vërtetë, unë jam Perëndia, i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm." O Musa: "Unë jam Allahu i plotfuqishmi, i urti." Allahu i madhruar e njofton atë se ai është i vetmi që mërtiton të adhurohet. Ashtu siç ka ardhur në një ajet tjetër, jam unë Allahu. Nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç meje. Pra, vetëm mua më adhuro dhe fale namazin rregullisht për të më kujtuar mua. Taha 14. Ai është El Aziz, i plotfuqishmi, krenari, gallimtari, i cili ka nështruar të gjitha gjërat dhe çdo krijesë është në pushtetin e tij. Allahu është El Hakim, i urtë. Ai është i urtë në çdo gjë që ka krijuar. Prej urtësisë së Allahut është edhe fakti se ai e dërgoi si profet Musain, birin e Imranit. Allahu e dinte mirë sa ai vlente dhe ishte i duhuri për të mbajtur peshën e profetësisë dhe për t'i folur drejt për drejt. Allahu është krenari e ngallimtari dhe për këtë tregon edhe fakti se zemra e robit anon tek ai dhe ndjen qetësi e siguri pranë tij edhe kur robi është i vetmuar e kundër armiqve të shumtë, të ashpër, tiran dhe të pamëshishëm. Edhe sikur kundër teje të jetë gjithë bota, je i qetë dhe në preje pranë Allahut, që është Aziz, krenar ngallimtar, sepse të gjitha krijesat janë në dorë të Allahut dhe në pushtetin e tij. Asgjë nuk lëviz ose të çndrojë në preje pa lejen e Zotit të plotpushtetshëm. Dhe hodhe shkopin tënd. Kur e pa Musa atë që po lëvisi gjarë për ai shkopi, u kthye para me njëherë, e nuk shikoi me nga frika. Perëndia i tha: "O Musa, mos u friko. Me të vërtetë, tek unë nuk frikohen pejgamberët me që janë të sigurt. Dhe ti edhe shkopin tënd." Por kur e pa atë që lëvizej si të ishte gjarpër, nga frika ai u kthye prapa duke mos veshtruar pas. Kur e hodhi shkopin, ai u shndërua në një gjarpër të madh mashkull, që lëvizej shumë shpejt. Atëherë Musa u kthye të largohej me vrap pa i hedhur syt pas, nga frika, ashtu siç është natyra njerëzore. Por Allahu i lartësuar i thot: "Mos u frikëso." Në një ajet tjetër thotë: "Ktheu ku ishe, mos u frikëso se ti je nga ata që janë të sigurt nga çdo e keqe." Kasas 31. I tha Musa: "Mos u frikëso, se të dërguarit nuk frikësohen pranë meje, sepse të gjitha gjërat e rrezikshme që e frikësojnë robën janë nën caktimin dhe ligjin e Zotit, që vendos për gjithçka. Kështu,
ata që Zoti i ka zgjedhur për të dhënë shpalljen dhe i ka dalluar mbi të tjerët nuk duhet të kenë frikë nga asgjë, përveç Zotit, sidomos ku janë pranë madhërisë së Tij dhe po përjetojnë kënaqësinë dhe privilegjin e madh që ai po flet. Ati, i cili ka bërë keq, e pastaj të keqen e zëvendëson me veprat e mirë. Unë me të vërtetë jam falës dhe mëshirues e fal atë. Por në qoftë se ndonjë ka bërë gjinoh e pastaj e zëvendëson të keqen me të mirën, atëherë s'ka dyshim se unë jam falës i madh dhe mëshirëplot. Këta janë ata që friksohen dhe duhet të friksohen për shkak të gjinoheve dhe padrejtësive të shkruara, ndërsa të dërguarit nuk kanë pse të kenë frikë vetmin dhe asgjë tjetër. Megjithatë, edhe ata të cilët kanë bërë padrejtësi e gjinohe, por pastaj janë penduar dhe i kanë zëvendësuar gjinohet me sevapa e punë të mira, ose bindje ndaj Zotit me bindje ndaj Tij dhe në nështrim, le ta dinë se Allahu është falësi i madh dhe mëshirëplot. Për këtë arsye, askush nuk duhet i humbë shpresat nga mëshira dhe falja e Zotit. Allahu i falë dhe mbulon të gjitha gabimet. Ai është më i mëshirshëm me robërit e Tij sesa një nën me fëmijën e saj. Shtinë dorën tënde në xhepin e këmishës, do të dalë e bardhë pa kurfar së mundje, do të jetë kjo njëra prej të mrekullive me të cilat është dërguar Musa te faraoni dhe populli i tij. Ata, me të vërtetë, janë popull ngatristar. Fute dorën në gjoksin tënd dhe ajo do të dalë e bardhë pa asnjë njëllë. Pra, pa ndonjë të keqe e sëmundje, si librajti. Madje, ajo do të ketë një bardhë si vezulluese që mrekullon shikuesin nga rrezatimi i saj. Këto janë 2 nga 9 shenjat për faraonin dhe popullin e tij. Këto shenja, shkopi që shndërrohet në gjarë për të shpejtë dhe dorës së bardhë vezulluese, ishin 2 nga 9 shenjat që Zoti i dha Musait për të shkuar tek faraoni dhe populli i tij e për t'i ftuar në rrugën e drejtë sepse ata janë popull keqbërës. Ata i kanë kaluar të gjitha kufijt me shirkun dhe kufrin e tyre, me arrogancën dhe tiranin ndaj robërve të Zotit. Ata tregohen kryeneqët dhe tiranë e tokë pa asnjë arsye. Kështu, Musaja së shkoi tek faraoni dhe rreth i tij për t'i ftuar të nështrohen Allahun dhe për t'i treguar shenjat e mëdha të Zotit. Pasi u erdhën atyre argumentet tona konkrete, ata thanë, kjo është magji e qartë. Kur u erdhën argumentet tona të qarta, ata thanë, këto janë sigurisht magji. Ato ajete ishin drejtuese dhe tregonin për të vërtetën. Ato japnin dritë njeriut që të shohë të vërtetën, ashtu si dielli që jep dritë shikimit. Por ata të mirë thanë, kjo është magji e qartë. Nuk u mjaftoi të thoshin se është magji, por shtuan dhe fjalën mubin, pra, e qartë dhe e dukshme lehtësh për çdo kënd. Kjo është vërtet çudia më e madhe. Ato shenjat e mëdha që të hapin syt dhe që të ndriçojnë shpirtin e zemrën, ti krahasosh me magjinë dhe punët e shëmtuara. Pikçuditësa nuk tregon kjo për më të madhen poshtërsi dhe më të shëmtuarin muj me përmbysje të realitetit. Pikçuditëse. Dhe ata i muan ato, duke qenë zullumçar dhe mendje mdhenj, por shpirti i tyre i besonte për të vërteta. Po, shiko, çfarë ka qenë fundi i ngatrestarëve? Ata i muan ato në mënyrë të padrejtë me mendjemallësi. Ata i muan ajetet e Allahut, duke ditur që nuk ishin të drejtë edhe pse shpirtrat e tyre ishin të bindur për to. Se ishin nga Zoti. Mohimi dhe refuzimi i tyre nuk ishte për shkak të ndonjë dëshimi e paqartëse nga ata, sepse ata kishin dije të plot dhe siguri se ato shenja ishin të vërteta nga Zoti dhe se Musa ishte i sinqert. Kështu, ata me vetdije po tregoheshin të padrejtë, duke shkelur mbi hakun e Zotit dhe të padrejtë me vetveten, duke zgjedhur me vetdije ndëshkimin. Ata ishin të padrejtë edhe me robërit e Zotit, duke i penguar nga e vërteta. Gjithashtu, ishin të padrejtë edhe me profetin e Zotit, prej hakut të cilit është pasimi e bindja ndaj ftesës së tij. Dhe shikoja se si që e fundi shkatërintarëve. Ky ishte ndëshkimi i atyre që përhapin shkatërimin. Ai ishte me i keq i përfundim. Allahu i shkatëroi dhe i mbyti në det. Ai i poshtëroi dhe pasurinë dhe mbretërimin e tyre u ala popullit të përvojtur që ishin adhurues të tij. Dhe ne, me të vërtetë, i kemi dhënë Davudit dhe Sulejmanit dijeni dhe ata thanë, falenderojmë Perëndin që na ka dekoruar mbi shumicën e robërve të tij besimtar. Ne u dhom Davudit dhe Sulejmanit dituri, Allahu i madhëruar na tregon në Kur'an rreth Davudit dhe birit e tij, Sulejmanit. Allahu pati dhënë atyre dituri të mëdha dhe të gjerë. Thot i lartësuari, Davudi e Sulejmani gjykonin për çështjen e tokës së mbjellë, në të cilën kishin kullotur natën delet e disa njerëzve. Ne e dëshmon gjykimin e tyre. Ne ja mundsuam Sulejmanit të kuptonte përgjigjen e saktë për çështjen. Secilët prej tyre u patën dhënë urtësi e dituri. E mbija 78-79. Ata u treguan mirënjohës dhe falënderues për mirësitë e Zotit të tyre dhe thanë, dhe ata të dy thanë, të gjitha lavdërimet qofshin vetëm për Allahun, që na dalloi mbi shumë robërt e tij besimtar. Ata e falënderuan dhe e lavdëruan Zotin, sepse së pari i bëri besimtar dhe së dyti i bëri besimtar nga më të zgjedhurit. Allahu i dalloi me shumë veçori mes besimtarëve të mirë e të lumtur. Nuk ka dyshim se besimtarët ndahen në 4 grada: 1.
Saliun pun mirë. 2. Shoheda dëshmorët. 3. Sidikinët të sinqertët. 4. Profetët. Daudi dhe Sulejmani ishin nga profetët me të zgjedhur, edhe pse pak më poshtë se u lulazmi 5 profetët me të dalluar. Nuk ka dyshim se ata ishin nga profetët me të dalluar që Zoti i ka përmendur dhe lavdëruar shpesh në librin e tij. Kështu, ata e lavdëruan Allahun që i ngriti në këtë gradë. Kjo është shenja e lumturisë e robit, që ai të tregojë mirënjohje ndaj Allahut për të gjitha mirësitë të fesë e besimit dhe ato të dynjas, dhe të shohë dhe besojë se të gjitha mirësitë vijnë prej Allahut, të mos e vdohet e vetë kënaqet, por përkundrazi, të shohë mirësitë e veta dhe të besojë se ato mirësi meritojnë shumë më shumë mirënjohje e lavdërim të Allahut. Pasi i lëvdoi të dy, Allahu i madhruar vijoi të lëvdojë në mënyrë të veçantë Sulejmanin, as për vetë faktin se i kishte dhuruar një pushtet dhe mbretërim të madh, veçori që nuk i ja kishte dhënë atë. Ai thotë: Dhe Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha: O njerëz, na është mësuar neve të folurit të shpendëve kuptimi i zërave të tyre dhe na është dhënë gjithçka nga ato që u jepen pejgamberëve dhe sundimtarëve. Sulejmani që trashëgimtari i Daudit. Ai trashëgoi profetësinë dhe detyrinë nga Ati, por Zoti i shtoi edhe deturi tjetër. Sulejmani përfitoi nga detyria e Atit, por Zoti e dalloi duke i mësuar diçka tjetër, sikurse tregon për këtë ajetin e vijim, ai tha: O njerëz, neve na ka mësuar Allahu gjuhën e shpendëve, duke lavdëruar Allahun dhe i gëzuar për këtë mirësi që ai kishte dhënë. Sulejmani u drejtohet njerëzve dhe u thot: O njerëz, neve na ka mësuar Allahu gjuhën e shpendëve. Sulejmani as e kuptonte çfarë flisnin shpendët dhe e fliste gjuhën e tyre, siç foli me pupësen, ose siç kuptoi fjalët e milingonës, që do të tregohet më pas. Kjo mirësi nuk e ishte dhënë askujt, përveç Sulejmanit as. E na ka dhuruar nga çdo mirësi. Allahu na dhuroi nga çdo mirësi dhe të gjitha mjetet e kushtet për një pushtet dhe mbretërim që askush nuk e ka pasur. Në fakt, Sulejmani ishte lutur për diçka të tillë kur tha: O Zoti im, me fal gabimin dhe me dhuro një pushtet të tillë që askush pas meje nuk do ta ketë. Vërtet, ti je dhuruesi më i madh. Sa 35. Kështu, ndër të tjera, Allahu i lavdëruar i anështroi atij shejtan e gjindet që bënin për të çdo gjë që ai dëshironte dhe punë që askush tjetër nuk mund t'i kryente. Allahu i lartësuar i nështroi gjithashtu erën, me të cilën udhëtimin e një muaji e bënte brenda paradites dhe kthimin e bënte brenda një pasditeje. Vërtet kjo është një mirësi e madhe. Nga Allahu. Kjo mirësi që na dhuroi Zoti dhe na dalloi mbi shumë e shumë të tjerë është një bekim i madh. Kështu, Sulejmani e pranoi me përunjë si mirënjohje se të gjitha këto ishin mirësi prej Allahut të lartësuar. Dhe u tubua ushtria Sulejmanit e përbër prej gjindëve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë të radhitur në qetat të gashme. Sulejmanit i ishin vëreshtuar ushtrit e veta, gjindët, njerëzit dhe shpendët, dhe të gjitha mbonin rregull dhe disiplinë. U grumbulluan përpara tij ushtrit e përbëra nga lloje të ndryshme krijesash, njerëz, gjindë, shejtan dhe zogj. Ata rreshtoheshin me një rregull të jashtëzakonshëm, kur lëviznin dhe kur qëndronin. Të gjithë ishin gati për luftë në çdo moment kur u kërkohej. Të gjithë merrnin urdhër direkt nga Sulejmani dhe askush nuk mund të dilte jashtë rregullave të vendosura nga komandanti apo të rebelueshin. I lavdëruari thotë: Kjo është dhurata jonë për ty, dhe të jep prej pasurisë ose mos jep prej saj, se për këtë nuk do të merresh në përgjegjësi. Sa 39. Pra, ishte ai që vendoste në çdo çështje. Kështu, Sulejmani u nis në një nga udhëtimet e tij ushtarake me disa prej këtyre ushtrive të mëdha, dhe kur arritën në luginën e thneglave, një thnegël tha: O thegla, hyni në banesat tuaja, e të mos ju shket Sulejmani dhe ushtria e tij, me që nuk ju hetojnë juve. Me në fund, kur mbritën në luginën e milingonave, një milingon tha: O ju milingona, hyni në folet tuaja, që të mos ju shtypin Sulejmani dhe ushtria e tij pa dashje. Milingona paralajmëroi llojin e saj, që kishin mbushur atë lubin, që të ruheshin nga ushtria e Sulejmanit, se mos i shkelte. Kjo ka mundësi të ketë ndodhur ose me një mrekulli nga Zoti, që fjalët e asaj milingone të dëgjoheshin për të gjitha milingonat e lubinës, ose milingona njoftoi ato rreth saj dhe lani u prap mes tyre me shpejtësi. Mënyra e ruajtjes nga ushtria e Sulejmanit do të ishte duke u fshehur në vendbanimet e tyre. Milingona e dinte mirë madhështinë e Sulejmanit dhe të ushtrive të tij, por e dinte edhe drejtsinë e tij. Prandaj edhe justifikoi Sulejmanin duke thënë se ai mund t'i dëmtonte pa dashje. Sulejmani së dëgjoi fjalët e saj dhe i kuptoi. Ai Sulejmani preku në gaz, duke qeshur në fjalët e saj thneglës dhe tha: O Zoti im, më oriento që të jem mirënjohës në dhuntin tënde, që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të punoj veprat e mira, me të cilat do të jesh i kënaqur ti, dhe më shpje me mëshirën tënde në mesin e robërve tu të mirë. Sulejmani buzëqeshi me fjalët e saj dhe tha: O Zoti im, më jep forcë,
që të falenderoj për të mirat e tua që mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj veprat e mira që ti i pëlqen. Gjithashtu, me mëshirën tënde, me fut në mesin e robërve të tu të mirë. Ati i pëlqyje shumë fjalët e milingonës dhe kujdesi i saj për popullin e vetë. Subhanallah, sa të mirë dhe me moral kanë qenë profetët e Zotit. Çuditeshin kur duhej dhe gëzimi i tyre ishte me masë. Asnjëherë nuk e kalonin masën e buzëqeshjes. I tillë ishte edhe profeti Yuna që buzëqeshte dhe gjithmonë e shije buzagas. Të qeshurit me të madhe dhe me zë të lartë tregon me një lehtësi dhe mangësi, si dhe një edukat të ulët. Nga ana tjetër, të qëndruarit i vrenjtur dhe pa buzëqeshur kur është shumë e çuditshme dhe jo e këndshme. Ai tregon gjithashtu vrazhdësi morali dhe natyrë të ashpër. Profetët kanë qenë të ruajtur nga të tilla mangësi. Pastaj Sulejmani e falenderon Allahun për këtë mirësi që i pati dhuruar dhe tha: O Zoti im, më jep forcë. Pra, me frymëzo dhe me jep forcë e udhëzim që të falenderoj për të mirat e tua që mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi. Sigurisht që mirësitë ndaj prindërve janë mirësi edhe për fëmijën, për të cilat fëmia duhet të falenderoj Zotin. Kështu, Sulejmani u lut që Zoti t'i jepte frymëzim e forcë, që të mund të tregojë mirënjohës për mirësitë e besimit dhe mirësitë e dynjas që i kishte dhënë atij dhe prindërve të tij. Ai u lut gjithashtu dhe tha, dhe që të bëj veprat e mira që ti i pëlqen. Pra, me jep forcë e sukses, me bëj të aftë që të bëj punë të mira që ti i do dhe je i kënaqur. Dhe dihet se Zoti kënaqet në ato punë që plotësojnë dy kushte. Së pari, ato punë janë në përputhje me porositë e tij dhe, së dyti, kryen me sinqeritet dhe janë të pastra nga mangësitë dhe gjërat që i prishin ato. Pastaj u lut për mëshirë nga Zoti dhe për ta bërë prej besimtarëve të mirë, duke thënë, me mëshirën tënde, më fut në mesin e robërve të tu të mirë. Mëshira e posaçme është bërë për të mirët, me gjithë gradat dhe nivelet e tyre. Ky ishte një shembull që na tregon reagimin e Sulejmanit kur dëgjoi milingonën. Në vijim, Allahu i lavdëruar na tregon një tjetër shembull dhe sjelljet e Sulejmanit gjatë bisedës me Zogjt. Dhe ai Sulejmani bëri kontrollin e rivistën e shpendëve dhe tha: "Se nuk e shoh popozën këtu, a nuk është e pranishme ajo?" Ai bëri shikimin e rreshtur të shpendëve e tha: "Përse nuk po e shoh popozën? Apo pallët mungon?" Piçudit se kjo tregon për rigorozitetin e Sulejmanit në ndjekjen me përkushtin të çështjeve të ushtrisë, qofshin ato të vogla në dukje, qofshin të mëdha. Ati nuk i shpëtonte asgjë nga lëvizjet e ushtarëve të tij. Aq i vëmendshëm ishte, saqë nuk la pas dorë edhe çështjen e kësaj pjesëtarjeje të vogël të ushtrisë, popozës. Ai tha: "Përse nuk po e shoh popozën? Apo mungon? Pra, shikoni a është prezente në vendin e caktuar? A është e gjithë ushtria prezent apo mungon dikush?" Ky është kuptimi i ajetit dhe jo siç thonë disa që nuk kanë asnjë argument dhe pretendojnë se Sulejmani piti për popozën sepse kishte nevojë që ajo t'i tregonte ku ishin burimet e ujit. Sipas tyre, popoza mund të shohë ujin edhe nën tokën e ngjeshur dhe të fortë. Por ky mendim nuk ka asnjë argument ku të mbështetet. Madje argumentet logjike tregojnë për pavërtetësinë e saj. Sa për argumentin logjik, është e ditur nga përvoja dhe njohuritë e njerëzve se nuk ka ndonjë gjallësë që të arrijë të shohë poshtë shtresave të tokës. Nëse do të ishte kështu, do ta përmendej Zoti, sepse kjo do të ishte nga shenjat më të mëdha dhe të veçanta. Ndërsa nga ajeti mund të themi se, nëse do të ishte e vërtetë ai pretendim, do të thuhej shprehimisht se Sulejmani kërkoi popozën që t'i tregonte për vendodhjen e ujit. Por e vërteta është se Sulejmani kërkoi për popozën thjesht për të parë e kontrolluar ushtrinë e tij. Pastaj Sulejmani nuk kishte nevojë që të pyeste dhe të priste ndihmën e një zogu për të gjetur ujë. Ai kishte në shërbimin e tij fritë shejtan që mund t'i gërmonin në gjenin në ujë, edhe sikur të ishte shumë thellë në tokë, mjaft që ai t'i udhëronte. Gjithashtu, Allahu i kishte vënë në shërbim erën që ishte shumë e shpejtë. Atëherë, si mund të kishte nevojë për popozën? Piçuditse në shumë të sirë sillen të tilla shpjegime që, në fakt, i marrin nga gojëdhënat e qefutëve të ashtu quajtura israeliate, duke harruar dhe duke u treguar të pamendshëm që mund të bien ndesh me kuptimin e saktë të ajeteve. Kjo është shumë e keqe, sepse brezat i transmetojnë fjalët nga njëri tjetri dhe kështu brezat pasardhës i mendojnë si të vërteta. Kështu mbushën tefsirët me fjalë të tilla të pabazuara. I dituri e di mirë se ky është një libër madhështor që Zoti e ka sjellë në gjuhë arabe të pastër, nëpërmjet të cilit Zoti u foli të gjithë njerëzisë, si të diturve, ashtu edhe të paditurve dhe i urdhëroi që të meditojnë në kuptimet dhe kumtet e tij dhe t'i kuptojnë ato sipas rregullave dhe kuptimeve të sakta të arabishtes që e kuptojnë arabët. Nëse dikush gjen fjalë nga popujt e tjerë, atëherë i kthen këto kuptime dhe i shen në dritën e kuptimeve të qarta të arabishtes. Nëse u përputhen atyre kuptimeve dhe nuk bien ndesh me to, pranohen. Por nëse bien ndesh me temat dhe kuptimet që ato sjellin, ose me njërin nga dy drejtimet, atëherë refuzohet, madje mund të dëshmohet për papranueshmërinë e tyre, sepse kemi një themel që e dëshmon këtë,
që është gjuha arabe dhe kuptimet e saj. E rëndësishme, shkaku që Sulejmani e kërkoi popëzën ishte për kushtimi dhe rregullsia e tij në kontrollin mbi ushtrinë e tij. Ai ishte aq i kujdesshëm saqë kontrollonte edhe një zog si popëza kur thot, "Pse nuk po e shoh popëzën?" Apo mungon? Mos, vallë, unë jam i pa kujdesshëm dhe më shpëtoj, apo unë kam të drejtë dhe ajo ende nuk është rejistruar, duke thyer udhërin tim dhe duke vepruar pa lejen time. Prandaj shprehu zëmërim dhe e kërcënoj me pas për dënim, duke thënë: "Nëse nuk më sjell arsyetin të binjshëm, do ta dënoj atë me dënin të rënd ose do ta pres. Unë do ta dënoj atë ashpër ose do ta the, në qoftë se nuk më sjell arsye të fortë. Për mungesën, pra, ose do ta dënoj rënd, ose do ta vras fare, në qoftë se nuk më sjell arsye të fortë për mungesën. Pra, ose do të më sjell argumente qartë dhe të justifikueshëm për moskryerjen e urdhrit, ose e pret ky dënim." Kjo tregon ndër të tjera për drejtsinë dhe mosnxitimin e Sulejmanit. Ai nuk nxitohet që të kërcënojë me ndeshkim ata që thyen urdhrin e tij, por tregon se u jep mundësi që të arsyetohen. Nuk gënoj shumë, e erdhi ajo dhe tha, "Kam marrë vesh atë që nuk e ke ditur ti dhe të kam sjell lajm të sigurt prej Sabes." Por nuk zgjati shumë dhe ajo. Popëza erdhi. Kjo tregon për respektin e madh të ushtarëve dhe se sa të kujdesshëm ishin ata për përmbushjen e urdhave të Sulejmanit. Madje edhe popëza, që ishte e justifikuar për vonesën e saj, nuk ja lejoi vetes të vonohej shumë, por erdhi me të shpejtë dhe i tha, "Unë isha në vende që ti nuk e qenë. Unë kam një informacion që ti nuk e di, me gjithë diturinë e gjerë dhe gradën tënde të lartë dhe vi nga Sebej me lajme të vërteta. Po të sjell një lajm të sigurt nga Sebej, një mbretëri e njohur në Yemen." Pastaj filloi të shqellonte këtë lajm. "Kam parë një grua që i sundonte ata dhe që i është dhënë çdo gjë që i nevojitet një sundimtareje dhe e cila kishte një frymë madhështor. Atje pash se ata i sundonte një grua. Një grua ishte në krye të popullit të saj. Ajo ishte një grua e mequr që, asaj ishte dhënë nga çdo gjë dhe kishte një frymë madhështor. Asaj ishte dhënë gjithçka që mund të kishte një mbret, si pasuri, armë, ushtri, kështjella eti. Mes të tjerash, asaj ishte dhënë një frymë madhështor. Froni i mbretërisë së saj ishte i jashtëzakonshëm. Madhështia e fronit tregonte madhështinë e mbretërimit dhe këshilltarët e shumtë. Kam parë se edhe ajo edhe populli i saj adhuronin diellin e jo Perëndin. Djalli ua ka zbukuruar sjelljet e tyre dhe i ka zëmbrapë nga rruga e drejtë, andaj nuk e gjetën në rrugën e drejtë. Gjithashtu, pash që ajo dhe populli i saj adhuronin diellin e jo Allahun. Ata ishin populli dhujtar që adhuronin diellin. Shejtani ua kishte i jeshuar veprat në sytë e tyre dhe i kishte larguar nga rruga. Ata pandenin se ishin në të drejtën, kështu që ata nuk e kishin gjetur rrugën e drejtë. Sepse ai që mendon se është në të drejtën nuk ia hedh syt asnjë ftesë tjetër dhe nuk ka shpresë në udhëzimin e tij, derisa të mendojë seriozisht dhe me objektivitet. E që t'i bëjnë sejdë Perëndis, i cili nxjerr të gjitha gjërat sekrete në qiell dhe në tokë dhe i cili di çka fshini ju dhe çka tregoni haptazi. Shejtani kishte mashtruar që të mos i përuleshin Allahut, i cili zbulon çdo të fshehet në qiell në tokë dhe që e di atë që fshini dhe atë që e shfaqni haptazi. Allahu i di të gjitha fshehtësitë në lartësitë e qiellve dhe thellësitë e tokës, edhe krijesat më të vogla, farat e bimëve dhe fshehtësitë e gjokseve e shpirtave. Ai e nxjerr atë që fshihet në qiell dhe në tokë, duke lëshuar shiun dhe duke bërë farat e fshehura të mbijnë dhe të rriten. Allahu do të nxjerrë ato që fshihen në tokë kur t'i fryhet surit ditën e ringjaljes dhe kur të vdekurit të dalin të gjithë dhe të llogaritën e të shpërblehen sipas punëve të tyre. Ai e di mirë atë që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi. Perëndia është një, s'ka zot tjetër përveç tij, Zotit të Arshit të Madh. Është Allah, nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç tij. Ai është Zoti i Fronit të Madh. Vetëm atij duhet dedikuar adhurimi, dashuria e plotë, pendimi i sinqertë dhe dorëzimi. Ai është i vetmi i adhuruar për vetë cilësitë dhe për shkrimet e tij të plota dhe absolute dhe për mirësitë e tij të shumta, që e bëjnë detyrë mirënjohje ndaj tij dhe dashurinë e plotë për të. Ai është Zoti i Fronit të Madh, i cili është mbulesa e të gjithë krijimit të Zotit dhe ka përfshirë qiellin dhe tokën. Ai është mbreti dhe sunduesi me pushteti madhështor, i lartësuari dhe i lavdëruari. Ai është Zoti i vetëm, para të cilit duhet të përulesh, ti biesh në ruku dhe në sejdë. Kështu popëza shpëtoi nga ndëshkimi duke i sjellë këtë lajm të madh. Sulejmani u çudit si nuk kishte patur informacion për këtë lajm. Duke treguar maturinë dhe kujdesin që të mos pranonte çdo lajm pa e vërtetuar, ai tha. Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën apo je nga gënjeshtarët. Do të shohim shpejt nëse ke thënë të vërtetën apo ke gënjur. Shko me këtë letrën time dhe jepo atyre. Pastaj largo pak nga ata dhe përgjigj se çfarë do të thonë. Pra, e ngarkoi me misionin e ri që të dërgonte atë letrën e tij dhe të shihte se si do të vepronin. Dhe ashtu veproi popëza.
Atëherë, mbretëresha Belkis i thot rrethit të saj të ngushtë: "Shko me këtë letër timen e hullo atyre. Pastaj largo pak nga ata dhe shiko ç'po të përgjigjen ty." U tefsiru surejen Neml ajeti 27. Ajo mbretëresha e Sabes tha: "O pari, mua, me të vërtetë, me ka arritur letër e madhërueshme." Ajo mbretëresha tha: "O fisnik, mua më ka ardhur një mesazh i rëndësishëm. Sapo më ra në dorë një mesazh i rëndësishëm dhe shumë i vlefshëm nga mbreti më i madh dhe më i njohur në botë. Ajo letër është nga Sulejmani dhe citon me emër të Perëndisë, Mëshiruesit dhe Përditëtarit të Madh. Ai është prej Sulejmanit dhe thotë me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Bismil Lahir Rahmanir Rahim. Pastaj sharoj për mbajtjen e këtij mesazhi. Mos u madhështoni para meje dhe jani të përulur. Mos ngrini krye kundër meje, por jani të bindur në fenë e vërtetë. Mos ngrini krye kundër meje, por duhet të pranoni të jeni në pushtetin tim. Nënshtrohuni në urdhat e mi dhe të më vini si musliman. Një mesazh i shkurtër dhe i qartë në përmbajtjen e tij. I ndaloi nga arroganca dhe rebelimi, i ndaloi që të vazhdonin në gjendjen që ishin, i urdhëroi që të nënshtroheshin në sundimin dhe urdhrat e tij dhe të pranonin ftesën e tij në Islam. Nga kjo kuptohet se është e pëlqyeshme që letra të fillojnë me Bismillah dhe të vendoset emri i autorit në fillim të mesazhit. Mbretëresha tha: "O pari, më këshilloni se ç'duhet duhet të bëj në këtë çështje time. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju." Ajo tha: "O fisnik, më këshilloni për këtë çështje." Nga që ishte një grua e mençur dhe e urtë, ajo mblodhi të mëdhenjtë e mbretërisë së saj dhe tha: "O fisnik, më këshilloni për këtë çështje. Pra, më këshilloni çfarë përgjigje të japim këtij mesazhi. A të hyjmë në mbretërimin e tij dhe të nënshtrohemi apo si të veprojmë? Për asnjë çështje nuk kam vendosur pa ju, pa pëlqimin tuaj. Kur nuk kam vendosur vetëm, pa marrë fillimisht mendimin, këshillimin dhe arsyetimin tuaj." Ata thanë: "Na jemi shumë të fortë dhe luftar të guximshëm, por puna është e ti, andaj mendo mirë se ç'do të urrosh." Ata paria i thanë: "Ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të rrept, por vendimi të takon ty. Nëse vendos ta refuzosh urdhrin e tij, dije se ne jemi lufttar të sprovuar dhe të fortë." Me sa duket, ata anonin më shumë me këtë mendim që, nëse do të merrej përballë do të shënonte fundin e tyre. Sidoqoftë, nuk e dhanë si një version përfundimtar, por e lanë të hapur mundësinë, duke thënë: "Prandaj vendos se çfarë urdhri do të na japësh. Jeti ajo që vendos." E thanë këtë, sepse ishin të bindur për urtësinë dhe mençurinë e Belkisës në vendimet që merrte. Pra mendo dhe vendos me urtësi dhe qetësi se çfarë do të veprojnë. Kështu, ajo filloi të u fliste dhe t'i binte për saktësinë e mendimit dhe vendimit të saj, si dhe për rrezikshmërinë e mendimit të tyre. Ajo tha, me siguri, kur sundimtarët e pushtojnë ndonjë vendbanim, e çrregullojnë atë dhe i pështrojnë banorët e tyre autoritativ. Kështu veprojnë ata. Mbretërit, kur e pushtojnë një vend, e shkatërrojnë atë dhe i pështrojnë fisnikët e atij vendi. Kështu veprojnë ata. Kështu veprojnë mbretërit kur hyjnë me luftë, ata vrasin, slllavërojnë dhe marrin pasuritë e njerëzve. Ata shkatërrojnë vendin dhe i shndrojnë udhëqesit në robër e të poshtruar, prandaj vendimi për luftë nuk është shumë i urtë dhe i dobishëm. Gjithashtu, nuk kam për t'ju bindur atij më njëherë, derisa të zbuloj qëllimet e tij. Do të bëjmë edhe një lëvizje të fundit, që pastaj të jemi të qartë në çdo gjë që do të vendosim. Me pas, Belkisa zbuloi planin e saj të veprimit. Unë do t'ju dërgoj atyre një dhuratë dhe do të shoh se me çka do të kthehen të deleguarit. Po unë do t'i dërgoj atij një dhuratë të madhe dhe do të shoh se çfarë përgjigje do të më sillin të dërguarit. E mi, do të shoh, a do të vazhdoj me qëndrimin e tij të mëparshëm apo do të ndryshoj? Pastaj do të shohim edhe reagimin e ushtrisë së tij. Kështu, ajo i dërgoi Sulejmanit shumë dhurata nëpërmjet një delegacioni me burra të mençur dhe të urtë nga rrethi i saj. Kur erdhi deleguari te Sulejmani, ai Sulejmani tha: "A mos doni ju të më ndihmoni me pasuri? Atë që ma ka dhënë Perëndia mua është më e mirë nga ajo që u ka dhënë juve. Por ju gëzoni me dhuratën tuaj." Kur të dërguari shkuan te Sulejmani, ai tha: "Vallë, me pasuri do të më joshni mua." Pe çuditse se kur të dërguarit e mbretëreshës shkuan tek Sulejmani me dhuratat e saj, Sulejmani e refuzoi i zemëruar, sepse ata nuk i qenë përgjigjur ftesës. Ai u tha: "Ajo që ma ka dhënë Allahu mua është shumë më mirë se ajo që ju a ka dhënë juve. Këto dhurata nuk më bëjnë asnjë përshtypje, sepse ato që më ka dhuruar Allahu janë shumë më të mira se ajo që keni ju. Jeni ju ata që gëzoheni me dhurata. Ju gëzoheni e mashtroheni me dhurata, sepse ju e doni këtë dynja. Ato që keni në duart tuaja janë shumë më të pakta se ato që Zoti më ka dhënë me bujarinë e tij." Pastaj i dha kurierit këtë mesazh gojarisht, pa e shkruar, duke vërejtur se ishte i mençur dhe do ta përcjellte me saktësi. "Kthehuni tek ata.
Na, me siguri do të sjellim ushtri, të cilës nuk do të mund t'i përballojnë ata, dhe ne me siguri do t'i dëbojmë ata prej sabes krahin në Yemen, të pëshëruar dhe të përulur. Ktheuni atje, u tha të dërguarve, dhe të jeni të sigurt se ne do t'u shkojmë me ushtrit e papërballueshme nga ata dhe do t'i dëbojmë prej andejt e pëshëruar e të përulur. Shko tek ata dhe jepu mesazhin e Sulejmanit. Ai e uroj që të niseshin me në krye mbretëreshën e të vinin tek Sulejmani. Ai e dinte se atyre nuk mbeti gjë tjetër veç se të vinin tek ai të dorëzuar. Sulejmani tha: "O parsi, kush prej jush do të më sjellë fronin e saj, para se të vinë ata të përulur?" Pastaj Sulejmani tha: "O fisnik, cili prej jush do të më sjellë fronin e saj?" Dekisës, para se ata të më vinë të dorëzuar. Ai u tha gjindëve dhe njerëzve që u leshin pranë tij: "O fisnik, cili prej jush do të më sjellë fronin e saj Belkisës, para se ata të më vinë të dorëzuar? Pra, të bëjmë diçka me pasurinë e tyre, para se të vinë, sepse kur të bëhen musliman, pasuria e tyre do të jetë e paprekshme." Njëri nga gjendet, Ifriti tha: "Unë do të ta sjelli ty para se të ngritesh ti prej vendit tënd, dhe unë për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt." Ifriti, një prej gjendeve, tha: "Unë do të ta sjell atë para se të ngrihesh nga vendi ku je ulur. Unë kam fuqi të plot për këtë. Detyrë dhe jam besnik." I sprovuar. Ifrit është një gjend shumë i fortë dhe i shkathët. Ai tha: "Unë do të ta sjell atë para se të ngrihesh nga vendi ku je ulur. Unë kam fuqi të plot për këtë detyrë dhe jam besnik i sprovuar." Në atë kohë Sulejmani ishte në Sham dhe për të shkuar në Yemen do t'i duhej 2 muaj që të shkonte e 2 muaj që të kthehej. Megjithatë, ky Ifrit jep fjalën që, megjithse ishte një fron i madh dhe i rënd, unë do të ta sjell para se të ngrihesh nga ky vend në të cilën je ulur. Zakonisht kuvendet mund të zgjasin 3-5 orë. Mendo pak për këtë mbret madhështor, që kishte në popullin e tij dikë me një forcë dhe aftësitë e tilla të pashëmbullta. Ai, që ishte i pajisur me dijen e librit, prezenti Sulejmani, tha: "Unë do të ta sjell ty atë, sa që në mbyll syt." Kur Sulejmani pa ofronin e vendosur para tij, tha: "Kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar mua se a jam mirënjohës apo mohues i dhuntisë. Kush falenderon, ai falenderon për dobit e vetën, e kush mohon, dënohet, e Zoti im është i pavarur, s'ka nevojë për falënderim dhe i madhërueshëm." Ndërsa një që kishte diturin nga libri tha: "Unë ta sjell aty sa hapë mbyll syt." Mufesirët kanë thënë se ai ishte një burr besimtar dhe i ditur pranë Sulejmanit, që quhej Asif ibn Burije. Thuaj se ai dinte emrin më të madh të Allahut, atë emër që, nëse e lusi Allahun me të, ai të përgjigjej dhe nuk ta kthejnë të duan. Ky i tha: "Unë ta sjell aty sa hapë mbyll syt." Pra, ai do ta luste Allahun me emrin e tij më të madh dhe ai do t'i përgjigjej. Si përfundim, ai e luti Zotin dhe e kreu atë detyrë. Allahu e di më mirë se si ndodhi. A ndodhi sepse dinte emrin e Allahut dhe ju realizua me njerë ajo që kërkoi, apo ai kishte një lloj njohurje nga libri nëpërmjet të cilës mund të transportonte peshat e rënda. E rëndësishme është që Sulejmani e pa atë fron madhështor para syve të vet. Kur Sulejmani e pa atë fron para vetes, tha: "Kjo është mirësia e Zotit tim, që të më sprovoj mua, do të jem mirënjohës apo mos mirënjohës. Allahu dëshiron të më sprovoj, a do jem një besimtar i mirë e mirënjohës për dhuntitë e dhuruara nga ai, apo një mohues, mos mirënjohës dhe arrogant, siç janë mbretërit e rënd të kësaj bote." Sigurisht, Sulejmani nuk ishte i vetëm mashtruar nga pushteti dhe forca e madhe që i ishte dhuruar, por e kuptoi mirë dhe e lexoi si duhet gjendjen ku ndodhej. Ai ishte në sprovën nga Zoti dhe u frikësua se ato t'i jepte atij hakun e falënderimit, mirënjohjes dhe lavdërimit Allahut. Pastaj ai qartësoi faktin se kjo lloj mirënjohje nuk i sjell asnjë dobi Allahut, por vetë njeriu që e ka. Kush është mirënjohës, është për të mirën e vet dhe kush është mos mirënjohës. Ta di se Zoti im është i pasur e bujar. Ai është El Gani, i pasuri, jo nevojtari për krijesat dhe punët e tyre. Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe gjithçka ka nevojë për të. Ai është El Kerim, bujari me mirësitë e shumta, mirësi që përfshin mohuesin dhe besimtarin, mirënjohësin dhe mos mirënjohësin. Pra, padyshim që mirënjohja për mirësitë e tij sjell shtim të mirave dhe mohimi i tyre sjell largimin e mirësisë. Sulejmani tha: "Ndryshojani edhe fronin e saj. Do të shohim se a do ta hetojë ajo këtë, apo do të jetë nga ata që nuk din të orientohen." Pastaj tha: "Ndryshojeni fronin, që ta shohim a do ta dalloj atë, apo është njeri që nuk kupton." I tha rrethet e tij që ta ndryshonin pamjen e fronit, duke shtuar ose hequr ndonjë gjë prej tij, që ta shohim a do të ketë mbretësinë ta dallojë atë, apo është njeri që nuk kupton. A është vërtet një mbretëreshe e urtë dhe e mbret, apo është e pamëmendshme dhe jo në nivelin që thonë se është? Kur erdhi ajo mbretëresha, i thanë asaj: "Ai till është froni yt." Ajo u përgjigj gati si të ishte ai. Dhe neve, na është dhënë ndjenja para këtij rasti dhe ne kemi qenë të përulur musliman. Por ajo, Belkisa erdhi, e pyetën: "I till është froni yt?" Ajo tha:
si të ishte vetaj. Pikë që ditë se kjo përgjigje tregonte për mbretësinë dhe urtësinë e Belkisës. Ajo nuk tha është ai është, sepse atij ishin bëra disa ndryshime, por edhe nuk tha që nuk ishte ai, sepse e njihte mirë fronin e saj. Kështu dha një përgjigje që i përmbante të dyja mundësitë. Sulejmanit i pëlqeu përgjigjja e kujdesshme e mbretëreshës dhe mençuria e saj në analizën e çështjeve. Me pas, duke shprehur edhe mirënjohjen për begatitë e mëdha që i kishte dhuruar Zoti, tha: "Neve na është dhënë dituria përpara kësaj. Ne na është dhuruar udhëzimi, mençuria dhe strategjia për çdo çështje para kësaj mbretëreshe dhe jemi besimtarë të nishtruar. Ndaj Zotit, mbi të gjitha, na është dhuruar udhëzimi në besimin e pastër, që është baza e çdo mirësie. Por ka mundësi që këto fjalë të jenë të mbretëreshës Belkis." Pra ajo tha: "Neve na është dhënë dia dhe informacioni për mbretërimin dhe pushtetin e Sulejmanit dhe aftësive të tij të jashtëzakonshme që para këtij rasti që e pam me sytë tanë, kur ai e solli fronin ton nga ajo distancë e larvet, prandaj dhe kemi ardhur si musliman të nështruar dhe të bindur. Ne pranojmë të jemi në mbretërimin dhe pushtetin e Sulejmanit. Allahu i madhruar thot: Atë pengonin nga të adhuruarit Perëndin ato që adhuronte ajo, pos Perëndis, sepse ajo ishte nga populli mohës. Atë Belkisën e kishte penguar nga besimi i drejtë ajo që adhuronte përveç Allahut. Ajo ishte vërtet një grua e zgjuar e urtë dhe e mequr, por e kishin penguar nga pranimi i Islamit ato besimet e kota që e largojnë dritën nga zemra dhe forcën për pranuar udhëzimin e drejtë. Me mendjen e saj ishte aftë të dallonte të mirën nga e keqja, të drejtën nga kotësia, por kur besimet e kota të verbojnë zemrën, njeriu vazhdon të kotën derisa t'i vi drita e të ndriçohet. Ajo ishte nga një popull jo besimtar. Prandaj edhe ajo kishte fenë e humbjes. Është shumë e vështirë për një njeri që të kundërshtojë gjithë popullin e vet që janë në humbje dhe koci, prandaj nuk është e çuditshme që ajo kishte fenë e tyre, sidomos kur nuk kishte shtytje nga e mira dhe ftesë të qartë drejt saj. Sulejmani deshi që t'i tregonte Belkisës diçka prej pushtetit të tij, që ajo të kuptonte me mirë mbretërimin dhe pasuritë e mëdha që ai zotëronte. Ai e ftoi atë në sallonin madhështor të pritjes, i cili ishte shumë i gjerë dhe i lartë. Dyshemeja e tij ishte prej xhamit dhe poshtë xhamit kishte ujë që lëvizte, prandaj të jepte përshtypjen se po shkelje mbi ujë. I është thënë asaj, hyn në pallat. Dhe kur e pa ajo atë, mendoi se është ujë i thellë dhe përvoli fustanin për këmbë për të hyrë në ujë. Sulejmani tha asaj, me të vërtetë, ky pallat është i shtruar prej xhamave të lëmuara. Ajo tha: "O Zoti im, me të vërtetë unë e kam dëmtuar veten dhe tani, bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Perëndis, Zotit të gjithësisë." Pastaj i thanë, hyn në pallat. Kur e pa atë, dyshemen e kristalte, mendoi se ishte ujë që dalvizonte, prandaj i zbuloi kërcinë e saj, duke ngritur fustanin. Kur u fut brenda, Belkisa pandehu se po ecte mbi ujë, sepse dyshemeja ishte xhami kristal dhe mund të shihej ujin poshtë saj që rrite. Për këtë shkak, ajo ngriti rrobën, aq sa zbuloi kërcinë e saj për t'u ruajtur nga uji. Edhe kjo tregon për edukatën dhe maturinë e saj. Belkisa nuk refuzoi të hynte në pallat kur pa këtë gjendje, por me kujdes vijoi të ecte, sepse ajo e dinte mirë se ishte ftuar për ta nderuar. Ajo e dinte mirë se ky mbret madhështor kishte rregulluar çdo aspekt të pritjes së saj dhe asgjë e keqe nuk do të ndodhte. Kur ajo u fut në sallon, ai tha: "Ky është pallati i shtruar me pllaka xhami të lëmuara. Është dysheme prej xhamit të lëmuar, prandaj nuk ka nevojë që të ngresh rrobën dhe të zbulosh këmbët." Kështu, kur pa ato çuditërat dhe mësoi rreth profecisë së Sulejmanit, Belkisa u pendua dhe u kthye nga kufri në besimin e pastër dhe të natyrshëm. Ajo tha: "O Zoti im, unë kam qenë vërtet e padrejtë ndaj vetes sime dhe tani, se bashku me Sulejmanin, po i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve." Kjo është ajo që na ka treguar Allahu i lartësuar rreth mbretëreshës së Sebej dhe asaj çfarë ndodhi mes asaj dhe Sulejmanit. Ndërsa çdo zgjatim me hollësi tjetër rreth kësaj historie, që na vjen nga historitë e bijve të Izraelit, nuk ka lidhje me tefsirin e fjalës së Allahut. Ato informacione pranohen vetëm nëse shoqërohen me argumente të sakta nga shariati i Zotit. Në fakt, të gjitha ato histori, ose shumica e tyre, nuk janë të bazuara në argumente të sakta. Këshilloj që të bëjmë shumë kujdes që të mos fusim këto histori të pasigurta në tefsirin e librit të Allahut të lartësuar. Në fund, Allahu e di më mirë. Na i kemi dërguar Thamudit me llojin e tij Saliu me urdhër, adhuroni Perëndin. Ata u ndanë në dy grupe që grindeshin në mes tyre. Ne i dërguam te populli Thamudit vëllain e tyre, nga gjaku Saliun, që u tha: adhuroni Allahun. Allahu i madhruar na njofton se ai dërgoi në popullin e njohur të Thamudit vëllain e tyre nga gjaku Saliun. Ai i urdhëroi ata që të adhuronin Allahun si një dhe të vetëm dhe të largoheshin nga putat. Por ata u përçan në dy grupe kundërshtare. Pati prej tyre që besuan, por pati edhe që nuk besuan, që ishin shumica.
Saliu tha, o populli im, përse nxitoni të keqen para se mirës? Përse nuk kërkoni ju nga Perëndia faljen e mëkateve që të mëshironi? Ai Saliu tha, o populli im, përse mbuteni e kërkoni të keqen? Dënimin përpara se mirës? Përse nxitoni të bëni punë të këqija para se të mendoheni dhe të bëni punë të mira? A nuk mendoni pak se, përmes punëve të mira, rregullohet gjendja juaj e fesë dhe e dinjas? Asgjë nuk ju detyron juve që të bëni poshtërsi, por jeni të lirë dhe vendosni vetë çfarë bëni e çfarë jo. Përse nuk i kërkoni falje Allahut që të mund të mëshiroheni? A nuk po i kërkoni falje Allahut dhe të pendoheni dhe të ktheheni nga shirku juaj dhe mosbindja? A nuk po i luteni që t'ju falë me shpresë që t'ju mëshiroj? A nuk e dini se mëshira e Zotit është pranë punëmirëve dhe të penduarve? Edhe të penduarit nga gjinohet konsiderohen punë mirë, pranë të cilëve është mëshira e Zotit. Por duke mohuar e refuzuar profetin e tyre, ata thanë, na po parandjem fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty. Saliu tha, mira dhe e keqja është prej Perëndisë. Në të vërtetë, ju jeni popull i vënë sprovë. Ata thanë, ne parandjem ogur të keq prej te dhe prej atyre që janë me ty. Allahu i shëmtoft. Pretenduan se nuk shihnin në ftesën e Saliut doni të mirë, madje pretenduan se Saliu dhe besimtarët që e pasuan ishin bërë shkak për shumë privime në çështjet e dinjas. Atëherë, Saliu tha, e mira dhe e keqja janë prej Allahut. Me drejtësi prej tij. Gjithçka ju ka ndodhur për shkak të gjinojve tuaja. Por ju jeni popull që jeni vënë në provë. Edhe ju jeni të sprovuar si të gjithë, me të mira dhe të këqija, me kënaqësi e fatkeqësi, në mënyrë që të dalni po a do të logjikoni dhe të pendoheni apo jo. Në qytet kanë qenë 9 persona që bënin gatëresa e nuk vënin rregull. Në qytet ishin 9 veta që bënin shkatërime në tokë dhe nuk donin të përmirësonin. Në qytetin ku ishte Saliu, ishin 9 veta që Zoti thotë se synonin dhe përhapin veç se shkatërime në tokë dhe nuk sillnin asnjë përmirësim. Ata ishin përgatitur që të luftonin kundër Saliut dhe për të shpifur kundër besimit dhe fesë ku i ftonte njerëzit. Ata punonin me të gjitha mënyrat për të bërë sa më shumë për vete në rrugën e tyre, sikurse thotë i Madhruari, pra, keni frikë Allahun dhe mu bini mua. Mos shkoni pas atyre që janë të shfrenuar kalojnë çdo kufi, që bëjnë shkatrime në tokë dhe nuk përmirësojnë. Shuara 152. Kështu vazhduan në gjendje dhe me ato punë të shëmtuara, aq sa nga urrëtia dhe armiqësia e madhe që ushqenin në zemrat e tyre, ata u betuan mes njëri tjetrit për të kryer një vepër të tmeshme. Ata i thanë njëri tjetrit, betohuni në Perëndin, se ne, natën, do ta mbysim atë Saliun dhe familjen e tij, e pastaj, gjithsesi do t'ju themi të afërmit e tij. Na nuk kemi prezantuar në zhukjen e familjes së tij dhe na, me siguri, flasim të vërtetën. Ata thanë, të betohemi në Allahun se do ta vrasim atë dhe familjen e tij gjatë natës. Do t'i vrasim natën dhe, kur të na akuzojnë në mëngjes, do ta mohojmë të gjithë bashkë këtë, duke u betuar. Kështu ranë dakord dhe i dhanë fjalën njëri tjetrit dhe pastaj do t'u themi të afërmit e tij. Ne nuk morëm pjesë në vrasjen e familjes së tij dhe ne po themi të vërtetën. Ata thurën një plan për vrasjen e Saliut dhe të familjes së pasuesve të tij fshetas. Ata do ta mbanin të fshehtë edhe nga populli i tyre, sepse i friksoheshin fisit të Saliut. Por Allahu i lartësuar thot: "Dhe trillonin dredhira, por ne i dënonim ata për këtë trillim e ata nuk e hetonin." Ata përgatitën një kurth, por edhe ne u bën një kurth dhe ata nuk e dinin. Edhe Allahu bëri planin për të ndihmuar profetin e tij Salih. Ai ja lehtësoi Saliut çështjet dhe e shkatërroi popullin mohues. Ai shkatërroi ata pa e kuptuar fare. Po, shiko, çfarë ka qenë fundi nga tresave të tyre. Na I kemi shkatëruar ata të gjithë dhe popullin e tyre. Dhe shiko se si që përfundimi I dredhisë së tyre. A e arritën, vallë, atë që planifikuan dhe sinuan, apo ju kthyen kundër vetes? Prandaj I lartësuari thotë, ne I shkatëruam të gjithë ata dhe popullin e tyre. Ne I shkatëruam dhe I shfarosëm të gjithë. Atyre u erdhi britma e ndëshkimit dhe u shkatëruan nga I pari tek I fundit. Ja, shtëpitë e tyre të shkretruara për shkak të zullumit që kanë bërë. Në këtë, me të vërtetë, ka argument të madh për popullin që din. Këto janë gërmadhat e shtëpive të tyre. Shtëpitë u rënuan dhe mbetën të shkreta, pa banor dhe pa vizitor. Askush nuk shkeli më në atë vend, sepse ata u shkretuan për shkak të padrejtësive të tyre. Ky ishte përfundimi I padrejtësisë dhe I dhujtarisë së tyre në tokë. Nuk ka dyshim se në gjithë këtë ndodhi ka argument për njerëzit që kuptojnë. Ka për ata njerëz që e njohin mirë realitetin dhe meditojnë gjatë në ndodhite historike që Zoti na ka lënë. Ata dinë të nxjerrin mësime nga veprat e Zotit me të dashurit e Tij dhe ndëshkimin mbi armiqtë e Tij.
Ata dinë të marrin mësimin nga të gjitha këto dhe e dinë se përfundimi pa drejtësisë është gjithmonë shkatërimi dhe përfundimi i imanit dhe drejtësisë është shpëtimi dhe arritja e lumturisë. I kemi shpëtuar ata që kanë besuar dhe të cilët ruheshin nga të keqijat. Dhe ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të devotshëm. Ky është prandimi për ata që besojnë në Allahun, në melekët e tij, librat, profetët, ditën e gjykimit dhe në caktimet e të mirës dhe të keqes prej Zotit, dhe që pasi besuan, ata u ruajtën dhe u bën të devotshëm. Ata u ruajtën nga shirku dhe gjinohet dhe punuan në bindje ndaj Allahut dhe ndaj profetit asë. Dhe e kemi dërguar lutjen, e kujtoi kur ai tha popullit e vet, përse bëni vepra imorale, madje në sytë e njeri, tjetrit haptazi. Kujto kur luti tha popullit e vet, si e bëni atë punë të shëmtuar, që edhe vet ju e kuptoni. Sa është e keqe? Pe çuditse kujto adhuruesin dhe profetin ton të sinqertë, me përpjekjet e tij të lëvdueshme në ftesën e popullit të tij. Duke i ftuar në besimin e drejtë dhe largimin nga poshtërsitë, ai u tha, si e bëni atë punë të shëmtuar, që edhe vet ju e kuptoni se është e keqe. Pe çuditse ajo është një poshtërsi e madhe, të cilën e urën çdo natyrë e pastër dhe çdo mendje e shëndosh. Në çdo ligj që ka zbritur Zoti, ajo është ndaluar. Edhe pse e shihni dhe e dini mirë sa e shëmtuar dhe e poshtër është kjo vepër, ju tregoni naçorëve të shfrenuar dhe e bëni atë gjë. Kjo është një padrejtësi dhe paturpsi ndaj Zotit të madhëruar. Pastaj e shqelloi, duke e treguar qartë atë poshtërsi që e bënin. Vallë, a mos ju qaseni me shmeshkujve në vend të femrave? Ju, me të vërtet, jeni popull ignorant. Ju, për shkak të epshit, kontaktoni me meshkujt dhe baktisni gratë tuaja. Si është e mundur që arritet në këtë gjendje dhe epshet tuaja të jetërsua në u bën për burrat? Pi çuditse ajo është një gjë e pështirë e jo e natyrshme. Ju bëni këtë gjë të pështirë dhe lini gratë që Zoti i krijoi për ju me atë trup e konstruar të bukur dhe të hishëm, që çdo kush është i prirur dhe është krijuar të dëshirojë. Pi çuditse ju i keni kthyer përbys gjërat, prandaj shihni të bukur diçka të shëmtuar dhe shihni të shëmtuar diçka të bukur. Ju jeni popull shumë ignorant. Ju i kaloni të gjitha kufijtë e Zotit dhe keni guxim të bëni haramet e tij. Përgjegjja vet me popullit e Lutit, thoshte, dëboni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, ata, me të vërtet, janë njerëz të pastër këtë e thonin në formë ironie. Por përgjigjja e popullit të tij ishte vetë se kjo, dëbojeni familjen e Lutit nga vendi. Ata nuk morën mësim dhe nuk treguan pendim, përkundrazi refuzuan me forcë dhe filluan të kërcënonin profetin Lut, atë profet besnik që dëshironte të mirën dhe rregullimin për ta. Ata e kërcënuan se do ta dëbonin dhe largonin nga vendi i tij sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë. Duket sikur u kanë thënë, çfarë gabimi kanë bërë, që të meritojnë dëbimin nga vendi. Atëherë thanë, sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë. Pra, ata e quanin gabim atë vepër nga e cila duhet të ruhesh dhe ta mbash veten të pastër. Allahu i shëmtoft, atë vepër që konsiderohej pastërti dhe dëlirësi e konsideronin si gabimin më të madh. Nuk mjaftoi që e muan dhe refuzuan besimin në të cilën i ftoi profeti i tyre, por arritën deri aty sa ta dëbonin nga vendi. Mendoni se deri ku kishte arritur e keqja që kishte kapluar mendjet dhe zemrat e tyre. Ata thanë, dëbojeni familjen e Lutit nga vendi juaj, sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë. Duke qenë se ata ishin të zhytur në mujë me poshtërsi, atëherë përfundimi i kësaj vepre ishte i ditur. Të gjithë ata që do mbeteshin brenda do të shkatërroheshin dhe të gjithë ata që do të dilnin do të shpëtonin. Prandaj Zoti thotë, dhe ne i kemi shpëtuar ata dhe familjen e tij të gjithë, po gruas së tij, që ajo të mbetet me të dënuarit. Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij. E kishim përcaktuar që ajo të mbeti me të dënuarit. Kur dy melekët shkuan tek Luti në formën e dy djemë të bukur, si miq tek ai, këtë lajm e mori vesh edhe ai popull i mbrapsht. Kështu, ata shkuan tek shtëpia e Lutit me synim të keq. Atëherë, Luti mbylli portën nga brenda dhe gjendja e tij u rëndua shumë nga pamundësia për të mbrojtur miqin. Megjithatë, melekët e njoftuan se kush ishin dhe e përgëzuan se kishin ardhur për ta shpëtuar dhe për ta nxjerrë atë nga ai vend i poshtruar dhe i mbushur me gjinoa. Ata njoftuan se ata ishin dërguar për ta shkatëruar dhe dënuar atë popull. Koha e dënimit të tyre do të ishte agimi. Ata uruan dhe porositën Lutin që të nisej që në pjesën e parë të natës pa u ndjerë, përveç gruas së tij, e cila do të mbetej pas dhe do të dënohej së bashku me atë popull të ulët. Kështu, ata u nisën që në fillim të natës dhe shpëtuan, ndërsa atë popull të mjerë e kapi agimi me ndëshkimin e pashëmbull. Allahu i lartësuar e ktheu përmbys atë qytet të poshtër dhe i gjuajti prej së larti me gur të ndezur, siç tha, kur erdhi caktimi ynë, ne e kthyem çdo gjë përmbys dhe lëshuam mbi ta njëra besht e pandërprer gur shpaltit të forcuar. Të shenjuar nga Zoti i yt. Një dënim i tillë nuk është larë për të padrejtet. U 82, 83. Ndërsa këtu thot,
Dhe, mbi ta lëshuam shi, po e besh prej gursh, e sa i të meshëm që është ai shi, por ata që janë paralajmëruar. Atyre u lëshuan një rebesh. Gursh, sa i keq ishte ai shi. Si denim për ata, të cilëve u erdhi paralajmërimi, dhe nuk i avun veshin. Sa i keq dhe i dëmshëm ishte ndeshkimi i tyre dhe sa i keq ishte ai shi që i rënoi. Ky ishte ndeshkimi, sepse atyre ju të rogjë vëritja dhe u kërcënuan, po nuk morën me si me asu pënduan. Ky është ndeshkimi i Zotit për të tilla poshtërsi. Thua jo Muhamedi, qoftë falënderimi për Perëndin dhe shpëtimi për robërit e tij, të cilët i ka zgjedhur ai. A më i mirë është Perëndia, apo ata idhuj që i kanë adhuruar? Thua jo i dërguar, lavdërimi qoftë Allahut dhe shpëtimi qoftë me robërit e tij, që ai ka zgjedhur. Për mesazhin e tij, të gjitha lavdet, të gjitha përlëndimet dhe madhërimet i meriton vetë Allahu, sepse ai është i plot dhe absolut në emrat, cilësitë dhe përshkrimet e tij. Ai është i vetmi dhe i pashoq në mirësitë dhe begatit që dhuron në drejtësinë, urtësinë dhe bujarinë e tij. Ai është i drejtë dhe i urtë edhe në ndeshkimet dhe dënimin që zbret mbi mohuesit e besimit të drejtë dhe keqbërësit e zhytur në padrejtësi. Pasi të lëvdosh Allahun, lutu edhe për paqen dhe begatin për robërit e zgjedhur dhe të dalluar të Zotit. Lutu e qohë selam profetëve e lajmëtarëve të Zotit, të cilët janë me të zgjedhurit e të gjithë botës. Kjo bëhet duke lartësuar kujtimin e tyre, duke respektuar figurën dhe mesazhin e tyre, duke pastruar figurën e tyre nga çdo shpifje dhe e paqen për ta, duke pastruar mesazhin dhe kumte që përcollën nga Zoti i tyre nga çdo shpifje e trillim që u është mbushur e ngjitur padrejtësisht. Kush është më i mirë, Allahu apo zotat e rrem që ja bëjnë shok atij? Kjo është një pyetje që i dihet mirë përgjigjja. Allahu është Zoti, krijuesi, sunduesi i përpushtetshëm. Ai është i plot në pushtetin e tij, madhështor në veprat dhe kujdesin ndaj krijesave të tij. A është më i mirë Allahu apo ato idhuje puta që të paditurit adhurojnë? Pikëshudit se ato janë të mangëta nga çdo aspekt. Ato nuk sjellin asnjë dobi as dëm. Ato nuk kanë në dorë të bëjnë asnjë thërmi mirësi as për veten as për ata që u përkushtohen me adhurime. Allahu është më i miri dhe i vetmi i adhuruar. Pastaj Allahu vjen të përmend hollësitë dhe njohuritë, përmes të cilave kuptohet dhe mesohet se ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe faktin që vetëm adhurimi i tij është i drejtë dhe i vërtetë, ndërsa adhurimi i çdo gjëje tjetër është i kotë. Ai thotë: A është më i mirë ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe u ka lëshuar ujin nga qielli, me të cilin kemi krijuar kopshtet e mrekullueshme? Ju nuk keni mundur të krijoni drunët e tyre. Vallë, a ka as Perëndis, ekzistua ka Zot tjetër? Jo, por ai popull është shmangur nga e vërteta. Është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe që lëshon për ju shi nga qielli. Kush i krijoi qiellin, tokën dhe çka mes tyre, si diellin, hënën, yjet, melekt, po tokën, malet, detet e oqeanit, lumenjt, pemet e çdo krijesë në të. Ne bëjmë që me të. Ujin të lulëzojmë kopshtet e bukura. Për ju dhe për të mirën tuaj, ai zbritin nga qielli ujin, nëpërmjet të cilit arrin kopshtet e bukura me pamje të mrekullueshme të mbushura me pemë të ndryshme, plot fruta të larmishme. Për ju do të ishte e pamundur që ta bënit bimësinë që të mbi, e të rritet, sikur mos të ishte mëshira dhe mirësia e Allahut nëpërmjet që ju lëshon, ju nuk do të mund ta kishit këtë mirësi. A ka ndonjë Zot tjetër që meriton adhurimet përveç Allahut? A ka mundësi që, pas gjithë këtyre veprave madhështore të Zotit, ju përsëri të adhuroni dikë tjetër veç Allahut? Pikëshudit se jo, por ata janë një popull që dredhon. Nga e vërteta, ata devijojnë dhe marrin të barabartë me Zotin i dhujtë të krijuar, edhe pse e di mirë se Allahu është i vetmi krijuesi i botës, të sipërme dhe të poshtme dhe ai që e zbret furnizimin e krijesave. Mos, vallë, këta idhuj që janë të mangët e të varfër e nevojtar nga çdo aspekt dhe as nuk mund të sjellin ndonjë dobi apo të furnizojnë një më të mirë, apo është Allahu i lartësuar, apo është më i mirë, ai që e ka bërë tokën të qetë, ka bërë në të lumenj, ka ngritur në të male dhe ka bërë në mes deteve pend pengesë, për të mos u përzierë. Vallë, a krahas Perëndis, ekzistua ka Zot tjetër? Pikëshudit se jo, por shumica e tyre nuk dinë. Është ai që e ka bërë tokën vend qëndrim për ju e që në për të bëri të rrjedhin lumen. Ai e bëri tokën të qëndrueshme të përshtatshme, që krijesat të mund të banojnë, të mbjellin, të punojnë, të ndërtojnë sipër saj dhe të udhtojnë përmes rrugëve që i ndërtojnë dhe shtrojnë nëpër të. Ai, nëpër të, bëri të rrjedhin lumen. Nëpërmjet këtyre lumenjve, që Zoti i bëri të rrjedhin nëpër tokë, robërit përfitojnë ujë për të mbjellat, për kafshët e për veten e tyre. Nëpërmjet tyre gëlon jeta në tokë. Ai vuri në të tokë malet e palëvizshme. Ai vendosi malet si shtylla e pyka për tokën, që të mos lëkundet dhe që të mos jetë pa qëndrueshme dhe mes dy deteve vuri një ndarje. Mes ujërave të kripur dhe ujërave të ëmbël bëri ndarje, që i pengon të përzihen me njëri, tjetri, sepse kështu të dëmtohet roli secilit me cilësitë përkatëse të veçanta.
Ndër këto pengesa është edhe toka. Kështu, ai bëri lumenjtë e liçenet me ujë të pishëm të ëmbël, që të jenë të ndarë nga deti dhe që njerëzit të mund të përfitojnë prej tyre. A ka ndonjë zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut? E si mund të adhurosh zot tjetër veç Allahut, i cili e bëri të mundur diçka të tillë? Çudit se jo, por shumica e tyre nuk e din. Ata i bëjnë shok Allahut duke ndjekur verbërisht të parët e tyre. Nëse do të mendoheshin pak në diturinë e vërtetë, kur nuk do t'i bënin shok Zotit. Apo është më i mirë ai, i cili vjen në ndihmën e nevojtarit të ngushtë kur i lutet atij dhe i cili u largon të keqen dhe u bën juve pronar brez pas brezin në tokë. Vallë, a krahas Perëndis, ekzistua ka zot tjetër? Çudit se sa pak që po këshilloheni ju. Është Allahu ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai lutet dhe ai që i largon të keqen, edhe mutar quhet ai i cili është mbuluar nga hallet dhe dëshpërimi, i janë mbyllur rrugët dhe janë lidhur duart, dhe pret zgjidhje e çlirim. Vetëm Allahu është ai që i përgjigjet këtij njeriu në nevojë. Askush veç Allahut nuk ka në dorë që ta largojë të keqen dhe vështirësitë dhe ju bën ju sundues në tokë. Kush është ai që ju bën sundimtar në tokë duke ju bërë trashëgimtar të njeri, tjetrit dhe pushtetit, duke ju dhënë forcë e begatit të shumta? A nuk është ai që ju bëri udhëheqës pas brezave të mëparshëm? Po një lloj ju do të disni ai do të sillte të tjerë pas jush. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? A ka ndonjë zot tjetër veç Allahut që të bëjë të tilla gjëra? Edhe ju vet, o idhujtar, e pohoni se askush veç Zotit nuk ka pushtetin të bëjë të tilla gjëra. Prandaj edhe idhujtarët, kur i godiste ndonjë fatkeqësi, i luteshin në sinqeritet veç se Allahut, sepse dinin se ai ishte i vetmi që e largon fatkeqësinë dhe të shpëton nga belaja. Jo, por ju shumë pak po kujtoni. Mesazhin e tij është shumë i pakët reflektimi dhe të menduarit tuaj rreth fakteve, të cilat, nëse do t'i kujtonit dhe mendonit me kujdes, do të merrnit mësime të mrekullueshme dhe do të ktheheshit në udhën e drejtë. Por pakujdesia juaj është e thellë dhe refuzimi juaj është gjithëpërfshirës, prandaj as merrni mësim dhe as nuk gjeni udhëzim. Apo është më i mirë ai, i cili u rrëfën errësirat e tokës dhe të detit dhe ai, i cili dërgon rërat si sijari çfarë mëshirës së tij shiut. Vallë, a ka as Perëndis, të ekzistojë zot tjetër? Çudit se por, Perëndia është shumë lart nga ata që i konsiderojnë shok atij. Është ai që ju orienton errësirat e tokës e të detit. Kush është ai që ju tregon rrugën kur gjendeni mes errësirave të tokës dhe të detit dhe nuk keni asnjë udhëfyes dhe asnjë mjet për të gjetur shpëtim? I vetmi udhëzim është ai që ju jep Allahu dhe i vetmi lehtësim ju vjen nga ai. Ai ju lehtëson dhe ju jep mundësinë që të gjeni rrugën dhe ai që dërgon erërat si përgjegjësim përpara mëshirës së tij. Shiut, përpara shiut, Allahu lëshon erëra, të cilat grumbullojnë ret dhe i bën që të ngarkohen dhe pastaj lëshojnë shiun. Kështu, njerëzit gëzohen dhe lumturohen që kur shohin këto re të bashkohen para se të zbresë shiu. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? A ka kush mund ta bëjë këtë veç Zotit? Apo ai është i vetmi që mund ta bëjë këtë? Atëherë, pse ju i shoqëroni shok atij dhe adhuroni zotat e tjerë veç tij? I delir dhe i lartësuar qoftë ai nga çfarë i përshkruajnë si shok. U madhroft, u delirsoft dhe u lartësoft mbi gjithçka që ata i shoqërojnë, si dhuje gjithçka që ata adhurojnë përveç tij. Apo është më i mirë ai, i cili ka krijuar të gjitha prej asgjëje, i cili, pastaj, përsëri do ta kthejë atë pas vdekjes, dhe ai që ju furnizon nga qielli me të rreshura dhe toka me të lashta. Vallë, a ekziston krahas Perëndis, zot tjetër? Thuaj o Muhamedi, se një argumentet tuaja, nëse thuani të vërtetën. Është ai që e fillon krijimin e njeriut e pastaj e përsërit atë, pas vdekjes dhe ai që ju furnizon nga qielli dhe nga toka. Kush është ai që e filloi krijimin nga hiçi, duke shpikur krijesat, pa asnjë shembull të mëparshëm, dhe pastaj e rifillon dhe e rithën krijimin në ditën e ringjalljes dhe të llogarisë me drejtësi? Kush është ai që ju zbret riskun nga qielli dhe nga toka nëpërmjet qiut dhe gjithçka që merr jetë nëpërmjet tij? A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? A ka ndonjë zot që ka fuqinë për diçka të tillë përveç Allahut? Thuaj, sillni argumentin tuaj. Sillni argumentet dhe faktet tuaja për këtë që thoni. Nëse thoni të vërtetën, ju pretendoni se idhujt janë partner të Zotit në këtë çështje, por kjo nuk mbështetet në asnjë fakt e argument. Mëso jeni, o të mirë, se ju jeni thjesht ndjekës të kotësisë, të pambështetur në asnjë argument. Ftesa për ju është që të ktheheni në argumentet e sigurta logjike dhe faktet fetare dhe të shpalljes, që tregojnë në mënyrë të prerë dhe të sigurt se Allahu i lartësuar është i vetmi që ka në dorë të gjitha çështjet e krijesave dhe ai është i vetmi drejt të cilit duhet të kthehen dhe përkushtohen të gjitha llojet e adhurimeve. Thuaj, askush, pos Perëndis, as në qiell as në tokë nuk di sekretet, ata nuk dinë se kur do të ringjallen. Thuaj, askush në qiell dhe në tokë nuk e di të fshehtën përveç Allahut.
Allahu i lartësuar na njofton se ai është i vetmi që di të fshehta të qiejve dhe të tokës. Siç thot edhe në këtë ajet, vetëm tek ai janë qelesat e fshehtsive dhe ato nuk i di askush tjetër veç tij. Ai di çfarë ka në tokë dhe në det. As edhe një gjethe nuk bie pa dijenin e tij. Nuk ka kokër në thellësit e tokës, s'ka të njomë dhe s'ka të thatë që nuk është në librin e qartë. Enam 59. Ose kur thot, vetëm Allahu e di se kur do të ndodhë kiameti dhe është ai që e zbret shiun. Ai e di se çka në mitrat e nënave. Askush nuk e di se çfarë do të fitoj nesër dhe askush nuk e di se në ç'vend do të vdesë. Allahu është i gjithë dituri që e di mirë çdo fshehtësi. Lukman 34. Të tilla fshehtësi, Allahu i madhruar i ka veçuar për veten e tij, prandaj ato nuk e di askush veç tij, as melek i afërt, as profet i dërguar. Duke qenë se ai është i vetmi që i di të fshehta dhe dituria e tij ka përfshirë gjithçka të dukshme apo të fshehur, atëherë ai duhet të jetë i vetmi që duhet adhuruar. Pastaj Allahu i lartësuar na tregon për paditurinë e mohusve rreth ajerit. Pasi tregoi se ata nuk kanë dituri rreth të fshehtave të qiejve dhe të tokës, janë të tregoi se ata janë edhe me të paditur se kaq, ata nuk din asgjë edhe për ditën kur do të ringjallen dhe as që do ta ndjen atë. Dhe as nuk e din se kur do të ringjallen. Për gjykim. Ata nuk e din ditën kur do të ringjallen, kur do të tubohen dhe të qëndrojnë në këmbë pasi të dalin nga varret, prandaj dhe as që përgatiten për atë ditë. Vallë, a din do pak ata për jetën tjetër. Pi çuditse asgjë. Ata dyshojnë të, ata janë të verbër ndaj saj. Madje, me pakët është dija e tyre për botën tjetër. Kjo lloj njohuri është shumë e dobët dhe për këtë arsye ata janë të pasigurt. Madje shumë prej tyre nuk kanë asnjë njohuri rreth saj, prandaj janë në dyshim. E në pasiguri për atë. Ata kanë dyshime rreth ahiretit. Si është dyshimi për diçka tregon se nuk e asnjë lloj diturie rreth saj, sepse sado e vogël dhe e pakët të jetë dituria, ajo nuk bashkohet në një zemër me dyshimin, me dyshin e pasigurisë. Madje, ata janë të verbër ndaj saj. Ata janë tërësisht të verbër. Zemrat e tyre nuk shohin asnjë mundësi se ajo do të ndodhë. Zemrat e tyre as nuk e shohin fare mundësinë e ndodhjes së ringjalljes për shkak të verbërisë që kanë. Dhe mohusit thonë, vallë, a mos do të ringjallemi edhe të ritan, pasi të jemi bërë dhe. Ndërsa ata të cilët nuk besojnë, thonë, vallë, pasi ne dhe prindërit tanë të bëhemi dhe e pluhur, a thua do të ringjallemi. Kjo është diçka shumë e largët për të besuar se mund të ndodhë. Ata krahasojnë pushtetin e Allahut, që është i plotë e absolut në çdo aspekt, me mundësitë dhe forcën e krijesave, që janë të dobëta me çdo drejtim. Me të vërtet, neve dhe tërvetan na është premtuar kjo qysh më parë. Këto, me të vërtet, nuk janë tjetër, po strellimet e popujve të lashtë. Kjo na është premtuar neve dhe prindërve tanë para nesh. Ringjallja na është thënë si neve, ashtu edhe tërve tanë të parë të hershëm, por asgjë nuk ka ndodhur. Prandaj ne themi se, por këto nuk janë gjë tjetër veç se për allat e të parëve. Janë thjesht histori e legjenda që tregohen sa për të kaluar kohën dhe për argëtim dhe nuk ka asgjë të vërtetë në to. Vërej me kujdes. Fillimisht, Allahu na tregoi gjendjen e atyre që refuzojnë besimin dhe shpaljet, pastaj rreth faktit se ata nuk e din kohën kur do të ndodhë dita e gjykimit, pastaj rreth dobësisë së kësaj diturie në zemrat e tyre, pastaj rreth dëshimit që ka zënë vend ato zemra, pastaj rreth verbërisë së atyre zemrave. Ndërsa ne vijmë, Allahu i madhruar na tregon se ata mohojnë kategorikisht se kjo do të ndodhë dhe e konsiderojnë si diçka të largët për të besuar e ndodhur. Të gjitha këto na tregojnë gjendjen e tyre të pashpresë dhe bindjet që kanë zemër. Pikërisht për këtë shkake, frika për ahiretin largohet nga ato zemra dhe ata harrohen tërësisht në poshtërsitë ndaj Zotit. Të tillë njerëzve u duket i thjesht refuzimi të vërtetës dhe pranimi të kotës. Ata i lejojnë vetes çdo lloj poshtërsie për mbushje të epsheve dhe braktisin çdo adhurim me të cilën Zoti ka ngarkuar, prandaj humbin dynjan dhe ahiretin e tyre. Në vijim, Allahu i lartësuar u kujton atyre që të mendojnë rreth ngjarjeve të profetëve dhe fakteve që shohin në dyna dhe që vërtetojnë fjalët e tyre. Ai thotë: thuaj, udhtoni nëpër botë, e shikoni si ka qenë fundi me katarëve. Thuaj, udhtoni nëpër tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi i mohusve. Te besimi të vërtetë. Asnjë keqbërës nuk ka vazhduar gjatë në poshtësinë e tij, sepse Allahu i madhruar e ka ndëshkuar me formën më të ashpër. Çdo kujt i jepet dënimi që meriton, sipas të keqes që ka bërë, dhe mos u pikëlloti për shkak të tyre, dhe mos u ngushtoti për përshëllimet e tyre. Po ti, o Muhammed, mos u trishto për ta dhe as mos u ngushto nga komplotet që ata bëjnë. Mos u trishto, o Muhammed, për mosbesimin e këtyre njerëzve që të refuzojnë dhe të mohojnë. Nëse do të dije ligësinë që fshin brenda vetes dhe faktin se ata nuk e meritojnë të mirën dhe besimin, nuk do të trishtoheshe dhe nuk do të ndjeje as pak të keqardhje për ata.
Zemra jote nuk do të ngushtohej dhe shpirti nuk do të shqetësohej as pak nga intrigat dhe kurthet e tyre, sepse të gjitha ato do t'u kthehen kundër, ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe. Allahu është më i miri planifikues. Në fal 30. Mohuesit e profetëve që nuk i besojnë shpalljet e Zotit, duke kërkuar në formë sfide për shpejtimin e ndeshkimit, thonë. Dhe ata thonë, kur do të realizohet ky premtim ndiftona nëse thuani të vërtetën. Ata thonë, gjithashtu e kur do të përmbushet ky premtim. Thuajeni, nëse jeni në të vërtetën. Kjo tregon për mendjeletësinë dhe logjikën e tyre të dobët, sepse dihet mirë se Allahu i lartësuar ka përcaktuar një afat dhe kohë të caktuar se kur do të ndodhë Kiameti ose ndeshkimi i tyre. Pra, fakti që ai nuk po ua përshpejton nuk tregon vërtetësinë e pretendimeve të tyre. Megjithatë, duke i paralajmëruar se realizimi i kërcënimit mund të jetë afër, Allahu i lartësuar thotë: "Thuaj, do t'ju arrijë, se shpejti diçka nga ajo që po e nxitoni." Thuaju, tani ju është ofruar një pjesë e atij premtimi që ju kërkoni t'ju vijë shpejt. Ai mund të jetë shumë afër jush dhe gati që t'ju godas. Pra, një pjesë e atij ndeshkimi që ju e kërkoni shpejt, tashmë mund t'ju jetë ofruar dhe është gati t'ju godas. Dhe, me të vërtetë, Zoti yt është bamirës i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë falënderues. Me të vërtetë, Zoti yt është shumë bamirës ndaj njerëzve. Megjithatë, shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Allahu i lartësuar i kujton njerëzve për gjersinë e bujarisë dhe për mirësitë e tij te pa ana dhe i nxit ata për të qenë mirënjohës. Megjithatë, shumica e njerëzve i kanë kthyer shpinën dhe u tohen pas të mirave, në vend që të falënderojnë Allahun dhe të përkushtohen me adhurimin e atij që u adhuroi. Dhe, me të vërtetë, Zoti yt di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që e shfaqin aptazi. Nuk ka dyshim se Zoti yt e di mirë çfarë fshehin zemrat e tyre dhe çfarë shfaqin aptazi. Ai e di gjithë atë që fshihet brenda gjoksit dhe atë që shfaqet aptazi, ndaj le të keni frikë nga shikimi i atij që di gjithçka dhe e di të dukshmen dhe të padukshmen. S'ka asgjë të padukshme në qiell dhe në tokë, e që të mos jetë shënuar në librin e qartë Levi Mahfudh. Nuk ka asgjë të fshehur në qiell as në tokë që të mos jetë shënuar në librin e saktë. Ky libër ka përfshirë brenda tij çdo gjë e fshehtë në qiell dhe në të tokë dhe çdo gjë që ndodh në botën e sipërme dhe të poshtme, gjithçka që ka qenë dhe do të jetë në këtë botë, deri kur të ndodhë Kiameti. Çdo gjë që ka ndodhur dhe do të ndodhë në botë është tërësisht sipas asaj që është shkruar në Levi Mahfudh. Me të vërtetë, ky Kurani u tregon bijve të Izraelit shumë nga konfliktet e tyre. Vërtet, ky Kurani u tregon bijve të Izraelit me të shumtën e asaj, për të cilën ata u përçan. Ky ajet flet për sharimin e plot që ky Kurani u bën shpallje vetëm e pashme dhe për faktin se ai është kriteri së vërtetës dhe themeli bazë për të dalluar të vërtetën që gjendet në ato shpallje. Çdo paqartësi në ato libra dhe çdo kundërshtim që kanë patur njerëzit rreth shpaljeve të shkuara sqarohet plotësisht nga ky Kurani madhështor dhe kështu ai largon çdo dyshim rreth së vërtetës. Ai tregon të vërtetën rreth çdo çështjeje që të parët ranë në kundërshtim dhe u përçan. Duke qenë se ai është një libër i qartë dhe sqaruesi çdo kundërshtje, atëherë kjo e bën atë mirësinë të madhe që Allahu ka dhënë botës dhe robërve. Por jo çdo kush tregon mirënjohje për këto. Prandaj dhe Allahu na tregon se mirësia, drita dhe udhëzimi i këtij Kurani u bën dobi veç se bijimtarëve dhe pasuesve të mesimeve të tij. Ai tha: "Dhe me të vërtetë, ai Kurani është udhërfyes dhe mëshirë për besimtarët." Dhe, padyshim, ai është udhërfyes e mëshirë për besimtarët. Kurani është udhëzues dhe udhërfyes për të dalë e shpëtuar nga humbja, dyshimet e të gjitha pasiguritë. Ai është gjithashtu mëshirë, me të cilën freskohen zemrat e besimtarëve dhe rregullohen çështjet e fesë dhe të dynjas së tyre. Por kjo është vetëm për besimtarët, të cilët besojnë në vërtetësinë e këtij libri që vjen prej Zotit. Ata pranojnë gjithçka që vjen nga Kurani dhe përkushtohen në meditimin dhe kuptimin e saktë të mesazheve të tij. Vetëm këtyre u jepet drita e udhëzimit për të ecur në rrugën e drejtë të Zotit. Vetëm këtyre u jepet forcë dhe i përfshin mëshira e Zotit, e cila u mundson lumturinë, fitoren e çdo të mire dhe shpëtimin nga çdo e keqe. Me të vërtetë, Zoti yt i gjykon ata me drejtsinë e tij. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Zoti yt do të gjykojë mes tyre me drejtsinë e tij. Allahu i lartësuar do të bëjë ndërmjetësimin dhe gjykimin e drejtë me barazi të plot mes të gjithë kundërshtarëve. Në dynja mund të ndodhë që të ketë paqartësi dhe padrejtësi mes kundërshtarëve, sepse provat mund të mungojnë edhe nga keqdashja e njerëzve kundrejt njëri tjetrit. Por në ahiret është Allahu që di çdo të fshehtë dhe që do ta nxjerrë në shesh të vërtetën e sigurt dhe ai është i gjithfuqishëm e i gjithdituri. Allahu është El Aziz, krenari dhe ngallënimtari, që ka nështruar të gjithë krijesat dhe të gjithë janë përulur atij. Ai është El Alim, i gjithdituri, që di të gjitha gjërat.
Ai di mirë të gjitha fjalët e kundërshtarëve dhe palëve në konflikt, përse ato i kanë thënë dhe motivet e tyre të sheta. Ai do t'i jap çdo kujt shpërblimin e merituar për atë që ka bërë dhe ka synuar. Andaj, ti mbështetu në Perëndim. Me të vërtetë, ti je në të drejtën e qartë. Prandaj, mbështetu tërësisht dhe vetëm tek Allah. Mbështetju Zotit të në arritjen e çdo të mije dhe në shpëtimin nga çdo e keqe. Ati mbështetju dhe tek ai gjej forcën për të kumtuar shpalljen, për të përmbushur dhe plotësuar detyrimet fetare, për të luftuar në rrugën e Zotit dhe për të lartësuar fjalën e Tij. Vetëm te Zoti gjeje forcën për të luftuar dhe të qëndruar kundër armiqve të Tij, të fesë së Tij dhe të besimtarëve sepse Ti je në të vërtetën e sigurt. Ti je pasues i të vërtetës së qartë dhe të sigurt dhe nuk ka dyshim se ai që është pasues i së vërtetës së sigurt i fton njerëzit në të dhe lufton e përpiqet që ta ndihmojë atë rrugë. Ai njeri është shumë nevojtar për ndihmën dhe mbështetjen e Zotit dhe, nga ana tjetër, është më i përkushtuari në kërkimin e kësaj ndihme, sepse është më i ditur për rëndësinë e saj. Ky njeri e di mirë se po ndihmon një çështje të sigurt dhe të vërtetë, që nuk ka asnjë me dyshje, prandaj ka nevojë më shumë se çdo kusht tjetër për ndihmën dhe mbështetjen e Zotit, që ta përmbush sa më mirë misionin e tij. Ajeti na jep dhe një mesazh tjetër, dije se ajo me të cilën i fton njerëzit është e vërteta, e sigurt dhe e qartë, që nuk lë asnjë paqartësi atë dyshim, dhe nëse ti e përmbush atë për të cilën je ngarkuar dhe i mbështetesh Zotit në këtë mision, ty nuk të dëmton as pak devijimi i atyre dhe nuk është në dorën tënde udhëzimi i rregullimit i tyre. Me të vërtetë, ti nuk mund të bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund të bësh të shurdhërin që të dëgjojë, pasi që të kthejnë shpinën prej teje. Ti nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, e as nuk mund të bësh të shurdhëtit të dëgjojnë thirrjen, sidomos kur ata të kthejnë shpinën. Kur ti përpiqesh për udhëzimin e tyre dhe i thërret në rrugën e Zotit, ata nuk të dëgjojnë, ashtu siç nuk dëgjojnë të vdekurit dhe, aq më tepër, sidomos kur ata të kthejnë shpinën. As që mundesh t'i shmangësh të verbërit prej humbjeve të tyre, mund t'i thrasësh vetëm ata që besojnë në argumentet tona, e ata janë muslimanë. E as që mund të jesh udhërfyes për të verbërit të t'i largosh nga humbja e tyre. Kjo tregon se sa e pamundur është që ata të dëgjojnë dhe të gjejnë rrugën e drejtë, ashtu siç ka thënë i Madhruari në një tjetër ajet, ti nuk mund të udhëzosh atë që do, por është Allahu ai që udhëzon këtë doj dhe ai është më i dituri për të udhëzuarin. Kasas 56. Ti nuk mund ta bësh të dëgjojë asnjë tjetër, përveç atyre që besojnë në argumentet tona dhe që janë muslimanë. Pra, vetëm ata të cilët nështrohen dhe të pasojnë ty. Ata besojnë në shenjat dhe shpalljet e Zotit, nështrohen të jetojnë sipas tyre dhe bëjnë veprat e mira sipas tyre. Ata janë dorëzuar tërësisht Allahut të lartësuar dhe adhurojnë atë ashtu si ka urdhëruar dhe mësuar ai. I Madhruari thotë, vetëm ata që dëgjojnë i përgjigjen ftesës. Allahu do t'i ringjallë të vdekurit dhe të gjithë do të kthehen tek ai. Enam 36. Dhe, kur të vijë koha që të dënohen ata, na do të bëjmë që nga toka të del një kafshë, e cila do t'u thotë atyre se njerëzit nuk u janë bindur argumenteve tuaja. Kur të realizohet dënimi kundër tyre, ne do të nxjerrim një shtazë nga toka, që do t'u flasë. Ballas, sepse njerëzit nuk besojnë në argumentet tona. Kur të vijë koha që Zoti e ka caktuar që të dalë kjo shenjë për njerëzit, do të dalë një kafshë prej tokës, pra, jo nga qielli. Kjo kafshë do t'u flasë njerëzve haptazi, sepse atyre do t'u jetë dobësuar dituria e siguria për shenjat e Zotit. Allahu u nxjerr njerëzve këtë kafshë si një nga shenjat e Tij të çuditshme, që t'u tregojë atyre atë që e vinin në dyshim. Kjo është kafsha e madhe, që pritet të dalë në fundin e kohës dhe do të jetë nga shenjat e Kiametit, siç është shpjeguar hollësisht në hadithet e profetit Asa. Por nuk ka ardhur asnjë tekst që të tregojë për llojin e asaj kafshë dhe se si do t'u shfaqet njerëzve. Ajeti thjesht na tregon se Allahu i lartësuar do ta nxjerrë atë, që njerëzit ta shohin dhe e folura e saj është diçka jashtëzakonshme dhe e panjohur ndër njerëz. Ajo do të shërbejë si argument për saktësinë dhe vërtetësinë e asaj që ka lajmëruar Zoti në librin e Tij. Allahu është më i ditur për gjithçka. Kujtoi ti atyre kur na do t'i tubojmë prej çdo populli nga një grup, nga ata që i kanë përgënjeshtruar argumentet tona, e ata do të ralliten. Një ditë ne do të tubojmë prej secilit popull grupe. Allahu i lartësuar na tregon për gjendjen e mohusve që refuzojnë shpalljet dhe profetet kur të qëndrojnë dhe të tubohen para Zotit në ditën e Kiametit. Ai na njofton se nga çdo popull do të nxjerrë grupe nga ata që i kanë mohuar argumentet tona dhe do t'i bashkojnë të gjithë duke i vënë në rresht. I grumbullon nga i pari deri tek i fundit në mënyrë që të gjithë së bashku të merren në pyetje dhe të pushërohen. E kur të vinë për të dhënë llogari, ai Perëndia do t'i pyes: "A mos vallë ju i keni përgjigjur argumentet e mia, e që nuk keni pasur kurfar njohurje për to? Ç'keni bërë ju ashtu? Pe çuditse." Derisa kur të vinë para gjykimit, kur të mblidhen dhe grumbullohet të gjithë bashkë,
do t'u thot atyre me fjalë torturuese dhe dëshpëruese, Allahu do t'u thot, a i muat argumentet e mia pa pasur asnjë dije për to. Ishte detyrë për ju të mendoheshit mirë, derisa të zbulohej dhe shfaqej e vërteta. Ju duhet të mos flisnit asnjë fjalë pa informacion të sigurt. Atëherë, si mundet që e muat e vërtetën, ndërkohë që nuk ishit as pak dituri për të? Pikë ditë se çfarë bëti ju ashtu. Në dynja? Allahu i pyet ata për diturinë dhe veprat që bënin në dynja. Në fillim del në pa se ata e kanë mohuar të vërtetën pasi nuk dënjonin ta njihnin atë, ndërsa veprat e tyre ishin jo për Zotin e jo sipas porosive të profetit e Zot. Dhe do t'i godet ata dënimi me që kanë qenë zullumqar, e nuk do të mund të bezejnë asnjë fjalë. Dhe kundër tyre do të zbatohet vendimi i dënimit për shkak të padrejtësive të tyre dhe ata nuk do të mund të flasin. Për shkak të padrejtësisë së tyre e merituan dënimin. Ata vazhduan në padrejtësi dhe tashmë nuk kanë asnjë argument që të mund të paraqesin, prandaj ata nuk do të mund të flasin. Vallë, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim e ditën të ndryshme për punë. Në këtë, me të vërtetë, ka argument për popullin që beson. A nuk e shohin ata se ne vua bëm natën që të pushojnë, kurse ditën të ndryshme? A nuk e shohin këtë shenjë madhështore dhe mirësit e pashëmbullt? A nuk e din se është Allahu, ai që vua lehtësoi dhe e bëri në shërbim të tyre natën dhe ditën. Natën e bëri të errët, që robërit të pushojnë e qetësohen dhe të jenë gati për punë të së nesërmes. Ndërsa ditën e bëri të së ndryshme, plot jetë gjallëri, që njerëzit të shpërndahen në kërkimin e të mirave dhe ndërtimin e jetës e tyre. Në këtë ka argument për njerëzit që besojnë. Ka fakte për ata që besojnë në njëshmërinë e Allahut dhe për mirësitë e tij të shumta dhe të mrekullueshme. Përkujtoj të atyre ditën kur do të fryhet në surr, e që do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiellin e tokë, përpos atyre që Perëndia nuk do t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përurur. Allahu i lartësuar i frikson robërit me atë që i pret në ditën e gjykimit, duke përmendur tmerret dhe gjendjet në për të cilat do të kalojnë e do të përballen. Ditën kur t'i fryhet bririt, do të hyjë limeria atyre që janë në qiell dhe atyre që janë në tokë. Nga zëri i bririt do të tmerrohen, prandaj do të hipin mbi njeri tjetrin, si valët e detit të trazuar. Kjo është frika prej llogarisë e qëndrimit para Zotit përveç atyre që do Allah. Këta janë ata që Zoti ka zgjedhur për t'i nderuar, forcuar dhe ruajtur nga frika e asaj dite dhe të gjithë do të vinë para atij të përulur. Kur t'i fryhet bririt, të gjitha krijesat do të vinë të nështruar, të përulur e nevojtar për faljen dhe mëshirën e Allahut, siç thot ai në një ajet tjetër, çdo qenie në qiellin e tokë ka për ty paraqitur të gjithë mëshirshmit si rob. Merjem 93. Atë ditë të gjithë do të jenë një lloj dhe të barabartë, udhëheqësit dhe populli i thjeshtë. Të gjithë janë të nështruar dhe nevojtar, si ulur para atij, në dorën e të cilit është i gjithë sundimi e mbretërimi. Ti i shikon malet e mendon se janë të palevishme, por ato lëvizin sejret. Kjo është vepër e Perëndisë, i cili e ka përsosur çdo gjë. Me të vërtetë, ai di atë që punoni ju. I sheh malet dhe mendon se ato janë të palevishme. Nga tmerret e ditës së Kiametit është edhe kjo pamje. Kur sheh malet, mendon se ato do të mbeten siç janë, nga madhështia e tyre, por tronditja e asaj dite është aq e madhe, sa që ato male do të thermohen e bëhen pluhur, sa do të mjaftonte një erë lehtë që t'i shpërndante në ajër, por ato lëvizjen, siç lëvizin rreth. Nga tmerri dhe tronditja e asaj dite. Ky është krijimi i Allahut, që ka përkryer çdo gjë. Ai e di mirë gjithçka që bën ju. Ai do t'ju shpërblej me drejtësi për punët tuaja. Pastaj i madhëruari përmend mënyrën se si do t'i shpërblej. Kush punon vepër të mirë, do të ketë shpërblim të madh për të dhe do të jetë i qetësuar atë ditë nga frika. Kush ka bërë mirë, atij do t'i takojë një shpërblim edhe më i mirë se ajo që ka bërë. Kjo përfshin çdo fjalë e punë të mirë ose edhe ndjenjat e mira. Pra, për çdo të mirë, ai do të marrë një shpërblim edhe më të mirë. Kjo është grada më e vogël e shpërblimit të Zotit dhe do të jetë i sigurt, e të ruajtur prej tmerrit të asaj dite. Ata janë të sigurt kur të tjerët do të tmerrohen. Edhe ata do t'i përfshi frika e përgjithshme, por Zoti premton se këta të zgjedhur do të jenë të shpëtuar dhe do të dalin faqe bardhë. Kush punon vepër të keqe, fytyrat e tyre ata do të hullen në zjarr. Dhe u thuhet atyre, nuk jeni dënuar, përpos për atë që keni punuar. Kush ka bërë keq, do të hidhet përmbys me fytyrë nga zjarri. Kush ka bërë çdo lloj të keqeje, ata do të flaken në zjarr me fytyrat e tyre dhe u thuhet, atyre do t'u thuhet, ju do të shpërbleheni vetëm me atë që keni fituar me veprat që keni bërë. Thuaj atyre o Muhamedi, mua më është urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti Mekes, të cilën ai e ka bërë të shenjtë dhe atij i përket gjithçka. Dhe më është urdhëruar që të jam prej atyre që besojnë. Thuaj atyre, o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti, Mekes, të cilën ai e bëri të shenjtë.
Zotin e Mekës së nderuar dhe të bekuar, që vetë ai e bëri një vend të shenjtë dhe begatoi banorët dhe besimtarët e tij që e adhurojnë në atë vend. Për këtë arsye, ata duhet të jenë mirënjohës për këtë. Atij i takon gjithçka e botës e sipërme dhe asaj të poshtme. I lartësuari e tha këtë që të mos mendoj kush se ai është vetëm Zoti i Qabës dhe i Mekës dhe unë jam urdhëruar të jem prej atyre që i përuren vetëm Allah. Ai më urdhëroi të jem prej atyre që nxitojnë për në Islam dhe e përkryen atë. Dhe, me të vërtet, profeti As dhe sahabët e tij e përkryen Islamin dhe ishin njerëzit me të përkushtuar në dorëzimin ndaj Zotit. Dhe ta këndoj Kuranin vazhdimisht. E kushdo që udhëzohet në rrugë, ti thuaj, ai është udhëzuar për dobit e vet, e kushdo që humb, ti thuaj, unë jam vetëm paralajmërues. Unë jam urdhëruar të këndoj Kuranin. Jam urdhëruar, gjithashtu, që ta këndoj këtë Kurani dhe ta kumtoj ndër njerëz. Unë ju këndoj dhe transmetoj atë juve që të udhëhiqeni prej tij, të mësoni tekstin e tij e të kuptoni mesazhin e tij. Kjo është detyra ime dhe unë e përmbush atë. Kush e pranon udhëzimin e tij, ka gjetur udhëzimin për veten e vet. Dobia i kthehet atij dhe, sepse frytet e punës do t'i shijojë vet ai. Kush e ka humbur rrugën, ti thuaj, unë jam vetëm një paralajmërues. Unë nuk kam në dorë udhëzimin tuaj dhe as mund të bëj që ju të nënshtroheni dhe të adhuroni Zotin. Dhe, thuaj, falënderimi qoftë për Perëndin, ai do t'ju tregoj dokumentet e tij, e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që punoni ju. Dhe thuaj, të gjitha lavdërimet i qofshin Allahut. Allahut i takojnë të gjitha lavdërimet në dynja dhe në ahiret. Ai meriton të gjitha lavdërimet e të gjitha krijesave e në mënyrë të veçantë nga të zgjedhurit e të daluarit, me të mirët e të kujuarit prej adhuruesve të tij. Lavdërimet dhe përlevdimet që duhet i përkushtojnë ata ndaj Zotit duhet të jenë shumë më të mëdha se ato të njerëzve të thjeshtë, sepse grata e tyre është shumë më e lartë dhe afërsia me Zotin e tyre është shumë më e madhe. Gjithashtu, edhe mirësia e Zotit ndaj tyre është shumë e madhe. Ai do t'ju tregojë së shpejti argumentet e veta dhe ju do t'i kuptoni mirë ato. Ai do t'ju mundsoj dituri që të mund të dalloni të vërtetën nga e kota. Kështu, atjetër Zoti do t'ju japë të shikoni shenjat e tij, që të ndriçoheni e të shihni rrugën e tij e të ecni mes errësirave të mëdha. Pas këtyre shenjave dhe dritës do të bëhet e mundur që ju besimtarët të mund ta dinë se kanë mohuar pasja e vërtetë ju bëhet qartë, ndërsa besimtarët të mund të vazhdojnë të besojnë pasja e vërtetë u bëhet qartë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Enfal 42. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj atyre veprave që bëni ju. Përkundrazi, ai e di mirë gjendjen dhe punët tuaja dhe e di mirë masën e shpërblimit që meritoni për to. Ai do të gjykojë ndër ju me një mënyrë që ju do ta lavdëroni për të dhe askush nuk do të ketë ndonjë argument për të kundërshtuar gjykimin e tij. Këtu përfundoi tefsiri i surës Naml me mirësinë, lehtësinë dhe ndihmën e Allahut. E lut Allahun e lartësuar që butësia dhe ndihma e tij të jenë të vazhdueshme dhe të pandërprera për ne. Ai është me bujari i bamirësve, me i miri mëshirues. Ai e vazhdon me shiren dhe për kujdesin edhe për ata që janë larguar dhe kanë lënë pas lidhje me të. Ai u përgjigjet dhe plotson kërkesat e lutësve. Ai e lehtëson çështjet e vështira. Ai ju hap portat e bekimeve dhe begative të tij. Të shumta janë dhuratat që ai jep në çdo çast e gjendje. Ai e lehtëson Kuranin për ata që meditojnë dhe kërkojnë mirësinë e tij. Ai u lehtëson rrugën atyre që përkushtohen të hapin portat e bukura të njohurive të këtij Kurani madhështor. Ai ka për t'i mbushur plot me mirësi dhe urtësi zemrat e atyre që shtrohen në tryezën e këtij libri dhe thellohen në meditime rreth ajeteve të tij. Të gjitha lavdërimet i qofshin Allahut, Zotit të botëve dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit, familjen dhe shokët e tij. Ky tefsir u përpijuan nga Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdurrahman el-Sadi. Allahu e falt atë, prindërit e tij dhe të gjithë muslimanët. Ky vëllim përfundoi se shkruari nga autori në 22 Ramadan të vitit 1343 Hijri ose në prill të vitit 1925.